dhe zotri, jemi këtu në puntatën në episodin e radhës së Garage Lock me Gentin që ne ka ardhur nga Amerika. Në ndryshime me xhup me ngjyra e më thënë thash edhe atletër. E ne kishim hormonë. Çfarë bën në Amerikë? Çfarë bën në Amerikë? Na thuaj. Ato që di më bë më mirë jetën time. I futa i knume, po. Mirë shkoj. Mirë. Nuk isha për punë, isha për shef, me thënë drejtën. Okej. Bashkë me Gentin sot kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi një nga personazhet më dashur për shqiptarët, me cilin do flasim për shumë gjëra sot. Ladies and gentlemen, duke falenderuar që është këtu me ne, Mr. Dritan Shako Hoxha. Shako. Jam i vetmi që gjithë i shkruajnë emrin, mua më shkruajnë emrin. Po pra, Shako Hoxha. Po Shako Hoxha është bashkë, se do si jam si holandez pastaj. Papi më ka Mikado, nuk e ka Shako. Përshëndetje. Faleminderit. Mirë se ju gjeta, po mbi gjitha mirë se shkove. Se për shqiptarët. Në Amerikë ka po mirë se shkollës. Po bëhen copës për shkollën e Amerikës. Me mojnë do t'i ftesë për Amerikë, po bëhen copë gjithë. Allah që mi që ke shku, po dhe të pagu kanë lek. Jo, që pagu do të përshë Leqa do të renisi se kam për shef. Dë e pagu i lek e s'pe i morin. Këtë kanë morin të kanë pagu. Allah. S'na the sa lek e bëjë, në gjë Allah. E se do na prishin ai poni herë me vizën turistikë, ata të shkretën që morëm. Shkova për shef, isha në Miami, Nashville. Isha për një koncert, për të pa i koncert dhe u jam për ta pa. Po është një nga këngëtarë që pëlqej më shumë, që quhet Chris Stapleton dhe shkon vetëm në Amerikë, është country rock, vetëm atje mund ta shohësh. Duke qenë se kisha sa shok që jetojnë anej, më paguajtën biletën e koncert dhe shkova, kështu që kam qenë vetëm për shef për të pa i koncert. Uroj që kur të këndosh në Amerikë, uroj bëj thirrje Trumpit që 200% ta bëj tatimin ty. 200, no? Ta kem. Te gjoj që njën, gjoj që do na njërin. 40% tatimin ty. Që isha kërcënon të shtetet, do të kjo me do të javë ka një njëri që do tatimin për ju dhe të kaq. Po sigurisht, që do marrin qafë. Ti kërcënon gjithë, kështu që. Di. Jaron Bizha, presidenti i Amerikës, s'është pak. Tamam. Çfarë po ti me qira radhë ke muzika? Çfarë muzikë një gjë? Çfarë ke qef? Dëgjoj gjithë këngët më të mira të gjitha rrymeve të muzikës. Po nuk kam rrymë. Nuk keni preferuar, domethënë muzikë. Unë kam qef edhe një këngë, edhe një muzikë klasike, më pëlqen që ato që janë më të bukur, më që i ngjëm gjithë, edhe një këngëtar sigurisht Vaskorosin as diskutohet fare, po edhe Eros Ramazzotti një skalidhe me Vaskorosin, po gjithashtu edhe edhe Cardi B janë pëlqen, drejt me thonë, edhe Rosalia janë pëlqen. Po këto këngët që si të qarkullojnë në kohë caktuar. Unë me aq sa kam kuptu, kam pa muzikë, kam dëgjuar muzikë shumë gjithë, kam qenë në shkollë 8 vjeçare madje. Gjëja më ine dhe gjëja më e bukur që bënim në atë moshë ishte në shkollë të vjeçare ishte që dëgjonim i paren. Hit parade, quhetoj, po ne i thoshim i pareja se ashtu e di. Ashtu e di. Është po i pareja dhe i koha kur ti dëgjoje ca këngë që i dëgjon tani dhe të vjen me në memorie. Familja ku ishte në vend parë 7 ditë, 7 javë, 5 javë ka qenë ditë në orën 1:10. Te radio italiane, tani ai ishte burimi jon, sigurisht italianët ishin, tani kemi zbuluar që nuk janë aq lart, janë fundi Shqipës, janë ata kishim me çfarë. Ne jemi pas afër. Jo, po ishte vetëm burim. Ndoshta atëherë se tash i ka rënë Italia, ndoshta atëherë ka qenë çik më lart. Jo, s'ka qenë lart, sepse këngët ne tani kuptojmë. Ato thjesht kanë dalë zari nga kufiri. Radia jote transmeton ato këngë që ka lek me pagu. Kështu nëse ti dëgjon Radio Kapitanin në Londër, që kam tani në makinë, dëgjon Radio Kapitanin në Londër, se ka këngë më të reja, nuk i dëgjon këta italianë akoma duan ca kohë që ta paguajnë atë këngën. Sa është gjithë all about money. Ne në Shqipëri në radio vim këtë dush. Kur dush sa dush, po që nuk pagu kush për copyright, ndërsa jashtë paguhet. Dyja ka me lekë atë punë dhe ka me pagesë. Edhe realisht nga këngët më kanë pëlqyer shumë rryma, po këngët më të bukura të një këngëtari. Nuk kam ne këngëtar. Momentalisht për shkak të një gjë apo çfarë dalë pra. Po realisht nuk është e fiksuar në një. Nuk kam në një se të shtrishin muaj, 2 muaj gënjone. Po nuk kam në një të fiksum me çunin e vogël tim Devin isha dëgjoja këtë një këngëtar tjetër i harrova emrin tani, por që ka qenë para 15 vjetësh shumë i mirë. Edhe harrova dhe emrin tani se nuk i mbaj emrin të këngëtarit, mbaj emrin me kon se sa me emra. Këngët kanë qenë mundësia e parë që të mësonim gjuhë huaja. Po. Brezit tim, unë s'kam qenë nxënës i mirë në shkollë, për fat jo të mirë. S'kam qenë nxënës i mirë në shkollë dhe gjëja më e lehtë me mësu italisht
ka qenë që merr i këngë të Piccolo Grande Amore për shkakun po them, to do të më ka duhet shpif gjithmonë që atë. Nuk ishte tu village për mua, po. Kjo Piccolo Grande Amore. De Balionit që e mëson gjithë këngën fjalët. Pastaj mëson edhe çfarë thon fjalët dhe ti teorikisht ke mësuar italisht. Ke mësuar italisht njëkohësisht. Ishte ne me tekste. Po, edhe me tekste. Ti mëson 5 fjalë anglisht nga ka fjalët që thot Michael Jackson për shembull. Që ka qenë një nga dashurit më të shmendura të brezit tim, kam dëgjuar për të parë, për shembull, këngën Dirty Diana, është smaroj kjo botë, nuk ka mundësi ta ketë bokë i burri kaq bukur të këngën. S'ka të bëhet më. Duke në gjuhë ca apo kur në gjuhë shumë këngë tjera tani mos më mor gjithsesi edhe memoria nuk na volit ndaj shumë, po më mirë më me këngë edhe nga herë dëgjon një këngë. Për shumë më ka pas përqyre zakonisht shumë i këngë që emrin e këngëtarës e mbajmë vetëm unë. Që është Tanita Tikarama. Bova ki dhe nona vetë nuk e mbajmë, na vë shok të vetë. Tanita Tikarama, është i këngë. Unë di me thonë emrin e këngëtarit, po ta googullosh tani ti. Të shumë, wow, sa me ja di emrin kësaj ti, super këngë vjen dhe sot çdo lokal. Se kam telefon. Po, no, ta vjen se ta them seriozisht. Është super këngë. Tanita Tikarama. Si kështu. Po vite edhe me qajt me Sinead O'Connor kur knot edhe këngën. Po, nothing compares to you. Po kush është kjo The Day Before You Came? Zhyte për desën dele para. Po një më tani çet gjithë album po në fakt po vetëm zemrën do të gjithë shaqinin me vërtetë. Kjo? Tanita Tikarama. Ajo këngë shumë e famshme kur ka bën nomin gjithë edhe nesër. E njihni 100% se diskutohet fare. Po pra. Ta thash të si. Ja. Se gjejmë dot. Do të gjejmë pastaj do të më shohim se është. Ta kena këtu të këngë. Gjithë ideja është që muzika është pikë referimi e njerëzit me këndvështrimin tim në momentet më të bukura të vetat. Shumë njerëz me atë që kam kuptuar në këtë jetë, ju duket që nuk e kuptojnë që ai ka qenë vërtet momenti më i bukur për ata. Edhe i mbajnë mend këngët më të bukura të asaj kohës, e thon, viti filan për shkakun ka pas këngë shumë të bukura. Like pas për ty, për mua ka pas këngë të shumë. Njerëzit këngën e barazojnë me momentet e tyre dhe se duhet një kolonë zanore e jetës tënde dhe secili ka kolonën zanore të vetën. Me momentet bukura që kanë pas në periudhë dhe e lidhën me këngën. Edhe të them rapa, domethënë po gjosh i këngë që e ke gjurë që në vogël të them rapa, është nostalgji, domethënë. Kënga është pas shoqëruese të gjithë njerëzve. Kështu që besoj që shumë këngëtarë shqiptar po kishin kënduar që në fillim anglisht, ato këngët e veta. Një nga ta edhe ti. Doshin bo më tepër karrierë. Po nuk e di sepse pjesa më e madhe shqiptarëve, këngëtarë shqiptarë. Për karrierë jashtë po. Janë ndërtuar, jemi fjalë, janë vetë izoluar brenda fshatit vet, që është kjo shqiptare jonë Shqipëri e Kosovë edhe nëse përpara ka qenë po anglisht këndova valla që fillim anglisht se shumë këngëtarë që ngjojmë e kanë provuar në anglisht po si ka. Jo, ka qenë pak më utopike. Fillimisht ka qenë utopi, domethënë të dilje jashtë territorit shqiptar dhe të bëje muzikë anglisht, sidomos të paragonosh ose të krahasosh me imagjinosh të shkosh diçka fizikisht. Po. Fizikisht, iku kohë, se fizikisht prezion ka dalë kaloriz. Jo, me që kanë dalë edhe kote verorës, këngëtarët kanë dalë gjithë tjerë, kanë shkuar gjithë ka qenë prenuse e gjë. Problemi se ti këngëtarët vetë burr janë bë inferior ndaj asaj që mund të bënin më shumë, mendoj unë paktën se kush ka tentuar me bogët punën jashtë, ja një gocë e tentoi, edhe falet i djalit producentit vetë që është do shta më i mirë apo ja fuskot? Ka më i mirë. Është i mirë për vetë për atë vetë. Për fizikën. Po flet për duan. Jo për duan, ja, dua është shumë më shumë, po dua është too much burr. Po thu për dua është vetëm origjinë nga Shqipëria, të mos ta shpërndoj vëllai. Jo më për herën. Era i strefi, po. Po, a boni buj. Po, bon, dhe pastaj boni këngën e boni ka dëgjuar gjithë dynja në provenin. Kështu që kishte një top menaxher dhe e bëri atë gjën. Pastaj pra janë shumë faktorë, se në lek do hidhet pastaj. Po pikërisht më. Po ajo që duhet të them është që pak këngëtarë në gjenë në paradet dhe botës dhe pastaj kur e zbulojmë që ishte nga i popull që se di asnjëri. Të çon rumuni që ky me vërtetë ke apo portugez apo një gjë që ka më shumë. Po, tani kush e di, botë ju do të jeni profesionist, po dynjaja nuk besoj që e di që vendi i tretë në botë për prodhim muzikë është Suedia që
për të vetëm gjë që është vend 3 në botë është vetëm për atë gjën. Që është numri 3 në botë për prodhim muzikës. Ska asnjë që prodhon më shumë. Sidomos për techno, melodic techno dhe këto. Po gjithë muzika janë më të mirë, domethënë. Më shumë grupe suedeze, vetëm anglez dhe amerikan kanë. S'ka një popull që të jetë bërë ndërkombëtar. Po, shumë i lidhur. Por derisa Suedia është do thotë që mund të bëhet dikush tjetër, po them që Suedia është super vend sociale para punës. Se ka mundësi kush. Zëmën e legu prapë. Është ai legu nga mbrapa. Fal, jo më Danimarka ka lekë, edhe Finlanda ka lekë, edhe Norvegjia, ndoshta më shumë. Punë lekësh, norvegjezët, finlandezët janë grupet metal më të mira në gjithë Evropën, po. Jo, po nuk besoj që është çështje lekësh. Është edhe çështje lekësh, po jo çështje lekësh. Është kulturë, po, patjetër është kulturë. Muzika domethënë ka të bëjë edhe me kulturën e përgjithshme të popullit. Domethënë është popull që janë dashamirë të artit, kështu që prandaj kanë ecur përpara ato. Sigur ka qenë Anglia, si Amerika, si etj etj. Po suedezët po, grupi Ava për shembull, sa Ava burr. Po ta them, në vend 3 në botë për prodhim muzikë është Suedia. Po them në rand ndërkombëtar që kanë fituar edhe Eurovisione me shumicë plus që kanë. Po koncerte ke pash ako? Ke shku? Kom pa koncerte, me vetë, si me thonë, ai puna e koncertit është i qef që nuk u kultivua në brezin tim, edhe mos me bo kështu si snoba, se unë Xugar më shumë e kam pas shumë qef, Skorpionsit e kam pas shumë qef. Kërë në Skorpionsit në Tiran, mund të kem një 3 orë një ditë për pasit të vinte koncerti. U po koncerti nuk shkova. Pse nuk e di. Po të them seriozisht, ata Skorpionsa, se ndoshta ju se dini, po Skorpionsat janë me origjinë nga Hanover, edhe Hanover, një nga simbolet e qytetit Hanoverit, është si çun nga Tirana që ka emrin Altin Lara. Po e di do të shumë e bukur. Po, edhe Altin Lara, ato kanë një këngë për kapitenin tonë Altin Lara. Tani, ai ka emrin Altin Lara, ka qenë kapiteni i Shqipërisë edhe i Hanoverit. Tani ky brezëri e njeh si Rosman Lala, por Rosman nuk e ka emrin baba vet. Rosman është ai kompanisë. Kështu që nuk baba e Lalës nuk quhet Rosman, Altini ka shpirtin e gosh, kështu që po do të them që ai quhet Altin Lala. Dhe afeksionon gjithë qytetin me atë, sa që Skorpionset i bën këngë. Skorpionset, imagjino sa gjithë ky grup i modh në botë, nuk i kanë bë Rosmani jo pasanik shumë i modh, pe kanë bë Lara si këngë. Angela Merkel, kanë mojtë vetë janë tifoz me Hanoverin. Gerhard Schröder, që është i personazh i famshëm i viteve më parë ministri i jashtëm i Gjermanisë, shumë i famshëm, ai e ka zyrën njëtë me Lalën, është që jeton në qytetin e atij Lalës. Domethënë edhe ai e ka një nga idhut. Edhe ky grupi ato më thoshin mua, gjithë 3 orë që ishte kur do të takojmë në Altinin. Se ndërkohë Shqipëria kishte ndeshje me Gjermaninë mas janë 3 ditësh. Po. Edhe ata thoshin, "Qëse është ai këtu, se ne atje se kemi ataku dot." Hajde gjeni tani. Se takoshin dot. Si ishte mirë shkul veshin që se takoshin ti Skorpionset. Edhe domethënë nuk shkova në koncert, as ke Xugar s'kam shkuar në koncert. Do vi prap Xugar me gjëra llafi. Ma sa muesh. Do vi, më mena tre që Pandi Laço i bleu dhe kitarë Xugarës, kjo është më bukur. Një natë përpara. Ashtu ë. Masi marrë koncerti, ai tha, sa e bukur kitarë. Ta kemë kujtim, po më i thati, sa ne ke blem menaxherit vet, si ta tregonte Pandi. Sa ne ke blem të kitarës, si shitoj ku diun 1 milion lekë. Paguaj lekë dha mirë dha varja. E kupton, po për shkak të Xugarën e kam takuar në Kiev. Në ascensor, isha për të pa një ndeshje të Skënderbeu. Çfarë thosim? Çfarë si ku Kiev për Xugar? Tani në ascensor. Në mendjen time krijohet një mit. Një person të mbritshëm, i jashtëzakonshëm, super talent. Tani me këto podcastet janë çmitizuar pak edhe shumë personazhe, se tregojnë dhe gjëra reale të janë më toksor. Po janë më toksor, janë çmitizuar se mund të folin më lirshëm. Edhe në ascensor, me çont. Edhe ati që kishe një të një këta ma. Ky është Xugar ma dorën qim edhe përshëndetat që po mirë. Po një në koncert tha. Si e që të shku në i klap. Do vi të marrë një këshuta, një ruse, ukrajinse. Po menaxherit, serdhe menaxherit. Qa thumë vetëm një këtu? As bodyguard as e gjë. As i gjë më burë. Edhe, a mi të qonë këshu? Ja, mos me ta premeni, e kërë të thuar, qa thumë më burë. Që ka të me thonë që s'po ikin stadium, a e këtë me ne event, se thash, po, e di pse s'kam shku me pa? Vetëm për një motiv, se thash, turp më vi që erdhim Tiranë nuk e pa që të lejnë ndeshjen e futbollit për cilën ka marrë në Kiev, që të shoh Xugar në Kiev. Kështu që po këto grupet kanë ardhur shqipërisht, jo e lezeshme shumë. Dua Lipa për shumë e kam pa. Në koncert në Tiranë, por nuk e kam pa këtë koncerti kur u bë Dua Lipa, po e kam pa në Tiranë
ku bëri koncert modest, kjo ishte më bukur, falas. Po, që ti Nuk i studiatëve. Nuk i studiatëve. Po. Bëri shumë koncert. Po. Po, mua atje edhe baba vet që realisht është për ajo është meriton notën 100, jo 10 si këngëtar dhe si personazh, po baba vet mendoj që meriton edhe një notë tjerë zakonshme që. 1.000. Po 1.000 sepse jo për fakti që u krijua si personazh, se pastaj ajo janë por për ndarjen e suksesit me të gjithë ne. Një është një nga gjërat që ai duke e ka me vërtet një nga gjërat që do të jemi të gjithë falënderues. Unë paktën po pastaj në këtë vend është çike vështirë që njerëzit të falenderojnë këto për shkak se është një personazh që gjithë suksesin që ka kapur majën e botës të bijës vet e ndan me gjithë shqiptarët. Në çdo vend vjen çdo verë në Shqipëri me pushime. Thotë gjithmonë që shqiptarët. Është festa Flamurit, poston festën e Flamurit, shkon në Prishtinë, bë fest, vjen këtu, posto mish në hell. Ato e okej ose ke, se bën dot me zor, kështu që ai e ka. Po, ai baba vet, se ai është padyshim Marita babait. Edhe dyshoj që do ta bënim gjithë. Por ne kemi edhe të tjerë, fam nuk e bëjnë. Drejt me thonë mo, tani. Pavarësisht se ajo duhet for granted. Po ajo është, si më thonë, një postim asaj që jam tash, unë një nga DJ-të e famshëm të radio, DJ italiane, edhe Nicola Vitiello quhet. Vjen në Shqipëri, erdhi rastisht në Shqipëri, se ishte zi me të dashurin e vet, edhe ku dishte ta pash avion, kishe për Tiranë edhe erdhën në Tiranë. Falem, Korfuz ta shkova s'm pëlqeu tha, e thash mirë tha njëri ika në Shqipëri me varg, edhe erdha me varg Shqipëri. Edhe rastisht për shkak të ca koincidencave më gjeti mua. Edhe a më thon do ndihmosh ta shkoj ke plazhi Dua Lipës? Do të kuptosh ç'm thoshte, kush quhej plazhi Dua Lipës? Edhe thash, kush është plazhi Dua Lipës? Vaj, o da thash nuk ka Dua Lipa plazh, pa atë plazhin është i gjim Shenedinës, është nuk ka Dua Lipës, o boss. Edhe mora ato çunë e gjimit që është shumë disponibël. Shkoj atje dhe postonte gjithë dynjon të plazh Dua Lipës, tu vjet Dua Lipa. Po bash, goxha marketing bra. Tani në këtë vend është si filmi Koncerti 36 në lulet janë gomerët. Në Paris sillen me lek, po kjo gjëja është për ta falendëruar unë personalisht, pastaj të tjerët nuk e di. Këtë do që ngrenë lartë këtë vendin tonë. Po, duhet falenderoj shumë. Këtë kemi ne, s'kena gjë tjetër çat. Me gjëra llafi këtu, se do kthehemi çka futbollit. Mendon se kombëtarja shqiptare domethënë është kombëtare, më të gjithë lejnë kokën kur vjen puna, kur ka ndeshje kombëtarja, që të gjithë fokusohen aty, ndërpritet çdo lloj pune. Mendon se ka më shumë presion se ç'duhet krahasim me kombëtarët e tjerë në vendet e veta, se më duket sigur i ushtrojnë një presion nga dashuria e madhe që kanë, po si presion si ushtrojnë. Në raport me sportet e tjera, më kupton? Sportet e tjera në kuptimin figurativ të fjalës. Po ka ca sportet e tjera. Mos më kotën. Po mirë, kemi pesë ngritje, hajt. Kemi në përmirësi të gjithë mund sa çat. Kemi në box, kemi vrapim. Okej. Po ping pong, kështu që. Jo, papa. Okej, dakor. Tani, gjithë sportet janë shumë të bukur. Çdo sportist që bën sport, është një sakrificë shumë e madhe. Po, futbolli nuk besoj që keni presion. Personi më të madh ata ja bëjnë vetes. Futbollistët e Shqipërisë kanë një gjë të veçantë, unë njoh edhe shumë futbollistë kombëtarëve të tjera. Edhe tifozët e kombëtarëve të tjera, ndoshta ju se keni të informacion, po Shqipëria është një vend më specifike për sa i përket kombëtarëve. Në çfarë kuptimi? Nëse ti të shkosh marrim atë që kena rivalin ton mo, Serbin apo Greqin, që kemi dy rivalin. Ato kanë gjysmë janë me Olympiakosin, gjysmë janë me Panathinaikosin. Edhe ndjenja më e madhe e dashurisë në sport për ta është e klubi i tyre. Sa është kombëtare? Nëse është në sukses. Pra ata nuk janë me kombëtar asnjë nëse s'ka sukses. Në Serbi gjithashtu, Crvena Zvezda apo Partizani janë dashuritë e tyre. Ata njerëzit nuk kanë shanse tifozët e Crvena Zvezda, ata të Partizanit vinë me pa Serbin bash, nuk e shohin. O do jenë njëri me krah, o do jenë njëri me krah, do jenë njëri nga palët. Kurse ne kemi vetëm një gjë, që është kombëtar. Po. Edhe është një gjë më identifikuese për ne. Edhe rritemi gjithmonë edhe si fëmijë, edhe me dashuri, me pasionin për këtë, sepse është vetëm gjë që na bën ne të jemi kompetitiv edhe me dikë tjetër mbi ne. Në çfarë kuptimi? Ti mund të jesh tifoz i Suarekës apo i Elbasanit, po në fund fare maksimumi mund ndodhi që të bish me Kupa e Evropës me ekip estonez anonime dhe të bësh dëbi dhe ndrua dhe të smerr vesh. Pa ti nuk mund të mburresh dot që të shkosh atje
i urën tavolinë në Londër duke pinë një birë, edhe kur ai flet për mua bëhet futbolli, çfarë ti thush ti për mua bëhet? Ti thush që kemi kombëtare shqiptare. Përveç kësaj, urish bëj një bisedë me dikë jashtë huj. Çfarë ti thush se urish me italian thotë kena Ferrari, kena pizza, kena makarona, kena. Çfarë do të themi ne? Ti do të thosh, po ta vini re Edi Rama, po ta vini re shpesh në shumë takime, mjeshtri i PR-it siç është, përdor gjithmonë paralelizme me futbollin. Pa bën krahasim me futbollin. Gjithmonë e gjen një gjë të futbollit për ta futur në mes në diskutimet e veta. Kemi ndeshje bashkë, kishim ndeshje bashkë. Ky është lojtar i mirë, ky është se është vetëm me cilën ne mburëm me çat kështu finall. Po jo më çat themi se s'ke çat kush tjetër. Edhe me kombëtarët tash i von. Kur them von, po them 10 vjet të funit se Grop ka qenë kombëtarja para. Po, ajo. Nuk është shkëlqenin, kupton? Nga 2016 ai këtej realisht mas kur vim në Europianit, po. Po, mund të kishim edhe pak më përpara ndoshta besoj, me brezin e Tarës e Strakoshës, e Lalës, e gjithë. Po, u menaxhuar shumë keq në atë kohë. Ishin dhe kushtet më të vështira për të kualifikuar, se njerëzit se kanë memorie, po në atë kohë ishin shumë pak skuadra në finalet e evropianëve apo botërorëve. Tani janë dy fishura ato për prezantimin, pra. Pjesëmarrësit në finale janë shumë më tepër se ç'kan kompeticioni zyrtar, po ato që shohin gjithë. Kupton? Dhe kur kualifikuam në parë në evropian, ne u kualifikuam si të dytët, po edhe e treta ishte shans me u kualifiku, se Danimarka bënte një play-off me një tjetër. Do të thotë, ndërkohë më përpara ka qenë kualifikohesh vetëm para dhe ashtet, nuk me asnjë me dytat fare. S'kisha as play-off e dytat. Po, që pastaj erdhi që u bën play-off me dytat, që play-off me dytat është shumë i vështirë. E ndaj tani është ndërlikuar. Shikoni në botërori, për shembull, ne i dolëm të dytët në grup. Po të ishte qenë evropian, do kishim në evropian. Tani do luajmë me një, pastaj do luajmë një tjetër që të kesh mundësinë. Pra, është liruar çik më shumë. Dhe është por fakti që janë rezultatet si në muzikë, si në art, ashtu edhe në sport, apo dhe në ndonjë fushë tjetër, po ja këto dyja që po diskutojmë bashkë, ka vetëm një si mace, nuk ka një si mace tjetër të suksesit apo talentit të dikujt. Kanë qef, s'kanë qef. Edhe të punë të këto populli. Sot, sidomos tani me YouTube-in, programi juaj, po t'ishte tek që të themun të këtë TVX-i në telearbëria me që se ka është mjë. Me X-i kujdes, XX. Po t'ishte qenë këtë telearbëria me që se u kam punu dhe ka qenë një nga dashurit dhe mija televizive dhe s'punon më, se eksiston më për fat keq. Ishte shi dhe tu e, unë ne vendosim se qa kush ti përqendë, unë punosha në televizion, e thosha, Renisi është këngëtar me Renisi është këngëtar që gjithmonë Renisin. Ti japi dorë. Po. Sot tani kanë dalë ky burri uj. Që ke YouTube, ti thu Renisi është mirë. Po. I shkojmë film, zgjojmë mjes. Renisi ka 6 video. Si e Renisi. Po. Po se caktojnë ata pa deri tani ne i caktojmë shihet e njerëzve. Tani janë njerëz që ne përcaktojnë ne zgjedhjet për të bërë përsa i përket asaj që duhet bëjmë në ekran. Ka ndryshuar kohët. Publik, edhe kështu është e puna e sportit. Ti s'mund tush dot që sporti është akoma me kollajshëm, se është matematikë, po është rezultat që të jo po shtyra do numrat përpara. Po, tani këta çunat që kanë luajtur më përpara, kanë qenë vërtet shumë talentum. Po fakti që këta burrat shkuan evropian në 2016 janë të ca të tjerë që shku tani. Kanë më rezultativ. Tani çfarë themi, me vërtet foto Strakosha ka qenë për të shumë i mirë. Po Tomi rezultoi që ishte më i mirë. Sepse Thomas Strakosha shkoi në evropian. Ka shku, ka prek Europë. Foti edhe biletën Tomi dha. Që ta kështu që më saktë nuk ja dha fotit, ja dha Adelina ja dha fotit biletë, kështu që pra Tomi foti mund të qenë për të shumë i madh, po besoj që Tomi është më i madh se foti. Kush janë dy me familje? Kush kombëtar është më preferuar me atë pavarësisht rezultatit? Do të thotë vim ke subjektive në aspektin emocional. Kush është emocional? Cili grupim i kombëtar? Kush brez me fjalë? Brezi që kam më qef. Unë dëgjoj kam pavarësisht rezultatit. Të themi jo, pavarësisht unë mbaj mend bëja emision që për se më kujtua emisioni telearbëria, unë bëja një emision këtë telearbëria. Po që bëhet fjalë para 20 vjetësh, mos më shumë. Në France 98 ishte programi tani, sa vjet? 26 vjet. 28 vjet. France 98. Pa. Edhe unë shkoja, se i kemi dhe shumë pak diferencë, jo shumë të madhe diferencë të moshës, me çunat, me pjesën e grupin e gitarë, dhe unë kisha një Fiat Uno,
që 3 marshe i punoni. Nxehtë ty Fiat Uno? Tani, të ky Fiat Uno, unë shkoj Ameria. Nuk ka qenë i riu burr, Unë shkoj Ameria ke lokali i famshëm i kohës ke Fideli, që ishte ke Parku Rinia, për të qenë ke Kavajës, po, ke Westi, po. Edhe shkoj Ameria në këtë Fiatin Uno, që ti pisha në mision. I gitarën, Jo. Alban Bushin, dhe sekretari Larën, nuk e di, ose të vinë Murati, nuk e di. Pra këto ishin kjo makina. E shkreta. Që do të thotë që kam qenë shumë i lidhur me atë brezin atëherë, po edhe me brezin e 2016 kam qenë shumë i lidhur, jam çik më pak me këta sot, po kam një raport shumë mirë dhe me ta. Do të them një gjë që qofse do kishte një kampionat botror për të qenë çuna të përkushtuar për fanellën dhe çuna të edukuar dhe shumë të lidhur me atë dheun, Shqipëria do ishte kampion bote çdo vit. Më besoni të gjën, çdo botror kaq sa e duan skuadrën këta çunat tan, nuk kam pa një profesionist tjetër. Ta them me shumë sinqeritet, unë kam pa futbollistë profesionist shqiptare në gjitha vitet që shoh Shqipërinë që të bëjnë gjithë pona për të luajtur me ndeshjen me profesionistin dhe për të shkatruar veten ndeshjen e të shtunës. Çfarë do thotë kjo gjë? Ndoshta njerëzit se kuptojnë kur thuhet që po bën një gjilpër për të luajtur sot. Futbollistë shqiptar luajnë vinë ditën e diel, marrin ndeshjen e vet në Gjermani ditën e diel. Hypin avionit, dhe se shkën në aeroportin ku dihet si shkën, hypin avionit, vinë darkën në orën 12 në Tiranë, merr një makinë, çon hotel, vinë, hënt, martë, mërkur, të stërvitet, të enjtë ndeshja, ai dielën ka ndeshjen tjetër atje. Kampionat në vet. Ka kampionat, pa atje ai e ka familjen e vet, atje ka rrogën e vet. Ai vjen këtu dhe atje s'ka luajt të dielën, për shkak se i ka thënë aty që jam i dëmtuar. Vjen këtu, s'do ta humbi gjallë ndeshjen, edhe nga kjo atmosfera emocionale që bën, dhe bën dhe gjilpër për ta luajtur ndeshjen. Kthehet atje, ai është akoma dëmtuar se Gjilpëra është vetëm shumë të dhimbje, nuk është që të momentin, është për momentin. Edhe këtë gjë që po ta them tani, nga Besnik Hasin që kujtoj një herë, që erdhi në Shkodër një shi që s'mbarote kurrë, ka qenë autobarri stranjer edhe Besniku boni Gjilponi, tha Dolos apo s'Dolos bëri Gjilpon, dhe ai prapë se futin pjesë dytë se ishte një gjë e tillë. U kthy ke skuadra vet, i zgjat një muj probleme me trajnerin, se trajneri thotë duhet mos lutem në Shqipërinë, s'më intereson fare. Normal. Po ajo fusha atje të mërshme me balt, me luc, edhe thosha s'ka mundsi edhe atjeni kaq shumë ta doni këtë fanellë të skuadrës. Nuk e bëjnë të tjerë, ju garantoj për këtë gjë. Po, sidomos në kohët e sotme që shohin gjithë legun ke ekipi i klubit që ta dëgjosh Mirë Tozunin për shembull që thotë që kom ne 2 muaj pa flet, vetëm që s'më morën në Evropian. Futbollistë të tjerë ai shnet ças. Po pra, nuk deshin ato humbin. Apo Brad Xhipshiti mos ta kesh marrë në Evropian. Një ditë para se të ikte në Grollin në Evropian. Mos ta kesh marrë të vim as një muaj në kombëtare. Tjetë sikur si ka ndodhur asgjë, por vetëm ka pas respekt, i harron çdo gjë vetëm për atë fan, edhe pas man as një nat. Ma besoni që është shumë bravo qoftë. Është Tua them me sinqeritet, Shqipëria do të jetë krenare për gjithë çunat, sikur i ka pas edhe ta të sotmin, sepse luajnë me Shqipërinë, si të jetë gjëja më e rëndësishme e jetës tyre, edhe e familjeve të tyre. Bravo. Pra si përfundim Brezi i gitarës me shok. Po ka pas shok, ka pas shumë nisime, dhe kam edhe akoma, kupton? Un kam dhe me të gjithë tjerët, se un kam qenë gjithmonë shumë friend. Vërtet. Pjesën më të madhe shumë të mirë, shumë mirë, shumë rrallë në herë ne kështu, po pjesën më të madhe shumë të mirë. Pjesën më e madhe tyre kanë lindë jashtë, kanë pas shumë pak kontakt me Shqipërinë. Një pjesë e madhe në këtë çast Shqipëria duhet qenë se është katastrofë futbolli jon këtu. Edhe neve po ta shohësh, ne jemi si nga këto shtete që s'ka futboll fare, kupton, edhe se ekziston të gjithë janë jashtë shtetit. Po, tamam. Si thon, ku takon një iranian që thotë kemi 40 milion jashtë Iranit, çfarë thon? Edhe kjo puna jon që ne i sheva të rreshtum edhe 7% s'kan lind në Shqipëri. Po mirë, kjo është politike kjo është pa federatës që bëjnë të punën në futbollin shqiptar. Janë të aftë që të Po s'ka talente këtu, se talenti nuhatet, dallohet. Një që po shkëlqej për shembull me ekip. Po në Shqipëri. Ta afrosh për shembull. Ku dëgjoj? Fakti që ti në ekip kombëtar, gjithë to kohë futbollistë cilët nuk kanë lindë Shqipëri dhe federata jonë e futbollit nuk ka asnjë merit, nuk është se kanë fajin futbollistët, besoj që kanë fajin ata që janë federatë, që s'din ta bëjnë këtë punë. Dhe se nëse ti prek gjithë tani dhe të lëm, ke vrarë gishtin, nuk është se të lëm gjithë trupin. Do thotë që ky është gishti. Tani ti se pret do të gishtin, po çdo të shëro gishtin po si, mos po them ta presësh. Po më shëru se rastisht nuk ndodh kjo që ky vendi kur ishte katastrofë provonte futbollista nga i organizimi i Kosovës Roxhës që me gjithë problemet që kishte, po gjithsesi organizimi kishte. Ato shumë vazhdojnë gjithë ato vjet, vazhdojnë të marrin mend njerëzit ato futbollistë që luajnë atë kohë.
Edhe një rast veçantë në vitet 90, edhe fillimin e viteve 2000. Tani i qik fajtor, ku diun tani çfarë them unë? Po qofse Shqipërisë nuk ka si violinist, Bovakia ka fajin i studiardhë apo s'kan faj fare liceu apo s'kan faj ato thotë. Unë them që duhet të kenë, qofse Shqipërisë dimira njëri violinës. Jo, unë po pyes, domethënë, mos ndoshta ka edhe thjesht nuk ja vjen veshën, ja vjen syrin domethënë. Jo, Shqipëria nuk është një vend që do prodhoj Mesin edhe hajde bëj çat dush ti gjujme. Çdo vendrum mos e lë me lut futboll, lidhja komën edhe do bëhet. Tani ja, nxjerr atë, ta kultivojmë, ta uisim, ta bëjmë që të bëhet dikush, duke se është e domosdoshme që ai të jetë do t'i krijojnë kushtet për të bërë. Duhet njerëzit që komandojnë futbollin, do ta kenë objektiv të gjë. Pra që ne merrem me këtë gjë. Shqipëria është një vend që besoj që nga 1,5 milion euro në vit, nuk e di se kam shifrat saktë, tani se kam sa vite i shkëputur, janë qirat që paguajnë trajnerët e fëmijëve për të stërvitur fëmijët. Shqipëria është një vend i çuditshëm, por është fakt i vërtetë që nuk ekziston një vend, një fushë futbolli në këtë vend, që një fëmijë të marrë një top dhe të futet brenda të luajë dhe mos i viti dikush të thoshë vllai ke pagu lekët ti? Po. Pasi ekziston asnjë vend për të luajtur futboll pa para. Ktu sa herë që janë zgjedhë thonë do bëjmë 100 fusha, edhe këto fusha s'bën kurrë. Edhe ato të shkelet fushat e brenda, ja ka qenë do me lekë. Nuk janë me lekë, nuk janë private, jo më ato janë biznese private. Gjithë fëmijët që janë në këtë vend, gjithë ata që mund na shohin tani e dinë shumë mirë që prindërit e tyre paguajnë 70.000 lekë, 50.000 lekë. Po edhe trajnerët që i marrin ato lekët nuk kanë faj, sepse kjo është një gjë e domosdoshme, ato do të paguajnë qiranë fushës. Do të paguajnë një 5 lekë që të marrin dhe kalamajt e vet. Se dikush do t'i paguajë tani ata. Nuk shenë familjet e tyre, kështu që e gjithë kjo gjë është ndërtuar mbi një bazë që jo të krijojë futbollist, po të prodhojnë një rrogë për trajnerët në përreth. Pra nuk është edhe klubet e Superligës shqiptare, përjashton një rast shumë të veçantë. Mos gaboj Teuta, është i vetmi klub, qofsha gabim kërkoj fare nëse nuk është e vetmi Teuta, po me sa diun, vetë skuadra është Teuta që akademive s'paguajnë as i lekë. Dhe klubi të Utës ka një vizion, unë besoj që të japi shumë shpejt rezultat, që mund vite një fëmijë që s'ka as i lekë me luajtur futboll burr. Se përgjithësi. A do të thotë këto zinxhiret e ekipeve të tjera janë gjithë me pagesë. Po jo të ekipet e Superligës. Çdo skuadër në Shqipëri, fëmijët paguajnë para me lut. Derisa shkojnë në Superligë, paguajnë para. Pastaj gradualisht fillojnë të paguajnë. Që do të thotë që Teuta është vetëm që ka këtë vizionin që valla po mirë mund t'i marrin parat duke shit një futbollist që mund të dali edhe pa pas babave të pare. Se sa duke kërku çunën doktorit apo çunën avokatit që mbase nuk kanë talent. Ta mushin skuadrat dhe kalamojt e avokatëve apo doktorëve, po që të më bëj futbollista vllafi i madh. Se s'bën dot ata. Kështu që prandaj Shqipëri, një nga burimet financiare edhe të Superligës, po edhe të kategorisë parë, të shumë klubeve në Shqipëri, një nga burimet financiare janë paratë që paguajnë fëmijët për të bërë stërvitje. Kjo gjë është një absurditet shumë i madh. Dhe prandaj duke mos pas asnjë vizion, duke pas këtë mendimin, si më thon, të qenit jo më sport, por thjesht biznes. Sa le pagun aq shërbim t'jap. Nuk lind dot një futbollist. Është shumë e vështirë. Për faktin se nëse ju njihni një futbollist nga Luksemburgu, po s'jo asnjëun. Kështu që do të them që o ka lek Luksemburgu mo, s'ka gjithë dynja. Do të thotë që kjo gjë bëhet me pasion. Nëse ti mbrin ta mbjellësh pasionin. Po ti shikoni janë në këtë orë që po bëhet gjërëm në këtë gjë, tani kjo është ora 7:30. Ju se imagjinoni sa shumë fëmijë në për autobuza, në për prindër që janë kthyer nga puna dhe po i çojnë fëmijët e vet në shtëpi, duke sakrifikuar për t'i çuar ta fëmijët me luajtur futboll. Paguajnë dhe parat për luajtur futboll. Në fund fare bën gjën më të bukur për fëmijët e vet, sepse fëmijët e vet edukohen me shoqëri, me frym grupi, mos rrin shtëpi, mos rrin para telefonit, po të rrin të luajnë futboll, bëhen më trima, më të zot, më me dëshirë për të jetuar. Pjesë e socializimit. Pjesë e socializimit, po ngjitet kaq. Nuk është askush që mendon një ditë, nuk është askush. E di çfarë mendojnë? Ne morëm nga UEFA, FIFA 10-15 milionë euro në vit. I bëjmë se meqense jemi zhvilluar si vend, edhe nuk mund të themi dot atë që kena pasur më parë, po i bëm ananas edhe kiwi, pa nuk themi më rrushe kundër se është vjetë. E avancojmë çik, ose mund t'i bëjmë edhe mango edhe papaja, pa lekët e futbollit, edhe bëjmë edhe gallat me to. Dhe themi, çana plazën e burr, fund fare, do jetë një baba apo një mama që del nga puna në 4 në Itali, edhe bonja 40 kilometra me çuçunin futboll,
kthehet prap mrapsh, rri atje ke fusha duhet flet gjumë makinë se s'ka ç'a të bëj. Dhe masi ta bëj këtë gjithë të torturën, ai quhet Kristian Aslani dhe befos në themi. E zgjodhëm. E kemi në merit. Çfarë merite ke? Si merit. Është merita e çdo familje shqiptare që jeton në emigracion, që përveç se i çojnë fëmijët e tyre që të bëhen sportista dhe bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme, jo vetëm ekonomike, po edhe psiqike dhe fizike, por mbi të gjitha që i mbajnë akoma të jenë ardhetar dhe shqiptar, me mos harrojnë atë dhënë vetë të kthehen dy me Shqipërinë. Shumë e drejtë. Kjo është merit shumë e madhe. Është merit shumë e madhe familjeve shqiptare. Dhe për ironi të fatit, kemi shumë histori futbollistësh legjendar, duke filluar që nga Cristiano Ronaldo, po them, një nga rastet, që kanë lind në fillim kanë qenë shumë të varfër, edhe sa të tjerë, po them Maradona e tjerë. Më fal, pikërisht pra, dhe me këtë që po diskutojmë ne tani, bie me këtë lloj teorie që ka këtu në Shqipëri, një Cristiano s'kishte për ty fare në klub, se s'kishte për të pas lek me, po them, me pagu futbollin, uniformat, kputucët, çka do muhabetet kështu. Me vite me radhë. Po Messi s'bën llafi do kishte në Shqipëri. E para do ishte në gjë i vogël. E dyta do ishin thonë që do ishin thonë që ti mos shoh më me gjyshe këtu, se Messi në çoshe gjyshe këtë vite. Edhe bilegët e skuadra. Po mos shumë bilegët, kështu që lek pjesë më e madhe e yjeve të botës nuk kanë pas lek. Kjo është mrap, kjo është gjëja që bëhet mrapsh këtu në Shqipëri. Kush di sa talente mund të kemi humbur, po them. Po nuk ekziston vetëm sport, kjo ekziston çdo lloj tjetër, edhe për shkosh në akademi të ardheve. Po, mirë. Do të thonë nuk marrin një që është i talentuar për kanto për shembull, po marrin akademiat pak s'do lekë. Se merri do zoti se merri studiatë. Dhe çka bëhet këngëtar këtu i thës më tek bodi. Tani po, tani kanë ndryshuar po. Jo se të kërkon lek, kurse këtu duan lekë vëlla, duan. Jo duhet të paguash stërvite. Do të paguash lekë me shkollë stërvite. Pse sym në përveç me 2-3 rasteve të vogla Skënderbeu më duket ka shku 2 herë në Europa League. Kena për ta parë Champions League-ën me syne, sa të jemi gjallë. Shpresoj që po. Në këtë moment nuk shpresojmë dhe ne. Jo, shpresoj që po. Nuk dëgjoj. Kjo pastaj këtu është çështje përveç se duhet të kesh një talente lokale, është çështje buxhetesh financiare. Çka do të thotë që Skënderbeu do të lëshën disa vite që të mbrinte deri atje. Por nuk është se Skënderbeu e erdhi bram. Kjo që tani që të folim realitetin, kjo gjë nuk është një gjë që kemi një bazë. Tani kemi një bazë dhe mund të shkojmë në Champions. Po Skënderbeu apo ndonjë tjetër që ka marrë pjesë Kupën e Evropës, ka pas sukses, nuk ka pas një bazë të jashtëzakonshme. Ne kemi 200 vjet që themi flamurtari, që mundi Barcelonë. Dhe është realisht gjë shumë e madhe. Ndoshta nga gjërat më të mëdha që ka bërë fundere futbollit shqiptar. Goli Vasilusin ndaj Barcelonës, besoj që u desh me bë gol Sadikun evropian kur në finalet evropiane me Rumaninë. Pastaj të çuna tu, pastaj të çuna atje që bën këtu Laçi e të tjerë që bën shënuan gola në evropian tani dhe i vulosin gjithë se besoj të gjithë jemi dakord që goli më i madh dhe më i rëndësishëm i historisë së Shqipërisë është goli që bëri Reimane në Serbi. Nuk besoj që Shqipëria ka pasur një gol, po kaq kemi ne mos ta morim kot. Dhe nuk është se ka një bazë. Pra, tham pak më parë që duhet të ketë pak i bazë një gjë, nuk mund dali këngëtar bum në Shqipëri këtu nga Içi, Bevës u bë The Voice of War. Edhe puna e kësaj, Skënderbeu ka arrit një sukses, ka vendosur një bazë. Tani gradualisht do hyjë një skuadër tjetër që do vendosë një bazë. Me çfarë realitetin e sotëm. Jo, ky është momenti më i Është afër një moment. Besoj që po përmirësohet pak tani, vitin e kaluar apo 2 vite më parë, 3-4 vitet e fundit ka qenë pika më e errët, më e keqe e historisë futbollit shqiptar. Shqipëria as në 97-ën s'ka qenë kaq katastrofikisht e prezantueshme në futboll. Pra realisht kampionati shqiptar Superliga është momentin e vet më të keq. Ky është viti i parë që po ka çik pak nivel, po që nuk po prodhon asnjë yll dhe njerëzit nuk i njohin pjesën më të madhe. Shumë pak futbollistë njihen. Është momenti më i keq i historisë së Shqipërisë. Realisht është moment i keq, për fat shumë të keq. Shpresoj që të ketë një kthes, por nuk është çështje për futbollin shqiptar, se gjithë çështja është që të krijohet buxhete. Me një nga këto kompeticione që thoni ju, Champions League, është bukur do ishte të parë ekipa. Po, është fantastike. Me yje. Skënderbeu e provoi i pari. E provoi kur shkoi deri ke play-offi, se pastaj u eliminua, po që me Dinamo Zagreb para grupeve? Po, para grupeve, po që eliminoi Dinamon, që luajti me Dinamon e Zagrebit. Ka shku deri aty, Po, Skënderbeu pa u kondua hymni i Champions League-s në Elbasan, Skënderbeu. Që ne bëri diçka mbi një super gol me nëse kujton me faul nga larg. Atë e mbajmë po, që ishte nga Kravani. Po, shkëmbi tani i urën fitoi kampionatin Maqedonës, është në vend dytë me atë skuadrën e vet, me Trim Lum të
të Strugës, është vend dytë, kështu që urojmë që ta fitojë kampionatin. Shpresoj shumë që ta fitojë kampionatin Shkëmbi, se Boll ka fituar vetëm si futbollist. Në kampionatin tani kanë bërë një ekip shumë të mirë dhe po punon shumë mirë. Edhe skuadra e Strugës është edhe top skuadër, pak në vend dytë kampionatit maqedon. Ju urojmë suksese. Suksese domun. Po çuna është shumë e vështirë që të mbrim deri në këto nivele. Edhe neve në Evropian shkojmë se taburët kanë lind në Gjermani apo në Itali apo jashtë, po kemi nga jashtë. Atë merr malli për komentimin, Shako? Jo, për fat jo. Jo, po të shemorëm do bëj vrap. Prova tani se më kërkoj shumë me këmbgulje. Një miku im në Kosovë, miqtë e mi të Kosovës, kolegët e mi të Kosovës. Ke komentuar ndeshje? Ardin Sadiu komentova 3 ndeshjet e Evropianit. Mirë puna do, i bona, me gjithë Altilarën faktikisht kam komentuar. S'pate një kështu ndjesi madh, fa? Jo, ajo është një gjë që komenti si puna bicikletës që ti mund të kesh 10 vjet pa hypën mrena dhe hypën sipër dhe e jep automatikisht. Apo e provova para ca ditësh që ty pëshon makinë, me makinë që ishte me marsha, edhe kisha kryer sa më. Vetëm automatik. Instinktivisht bam i thash mirë, pa më thënë një çfarë do të bëj. Edhe kjo puna e komentit është një pasion shumë i madh që kam pas. Ja kam jetuar çdo gjë komentit, nuk më mungon asgjë. Nga nuk kam ngel asgjë pa bën koment. I vetmi gabim që kam bërë pasaj përket periudhës komentit ishte që pas 2016-s, kur Shqipëria u kualifikuar në Evropian, që përveç se for skuadrën ishte edhe një realizim i ëndrrës time personale. Edhe pas asaj unë vendosa që duhet të vendos Italia. Diskutova edhe me miqe, me familjarë që Italia. Po pasaj këmbgulën shumë edhe në digjital dhe vetë për inerci, edhe zgjati ca kohë për inerci. Duhet ta kishim më parë, me thënë drejtën, sepse këto gjërat nuk janë të përjetshme. Ishe shujt zjarri, po thonë. Po qofse ti shikon kronometrin dhe sa minuta ka, do të thotë që s'është gjë. Patjetër s'kem interes, po. Edhe me këndu ju do të jeni këngëtar, edhe e provoj kuptoni shumë vetë, qofse se ke me qef me bë këtë punën, s'është çështje ne mund të japim sa lek dush post një dy. Post tundes nuk ndizet. Edhe fikës ndizet. Po edhe fikët ndizet. Pastaj lënia ime kur kam lënë komentin këto vite, konsideroj me një gjë që futbolli po ta viti re, në këto 4 vite të fundit, ka parë si një shuarje graduale, botror. Nuk është se po marrin zi për mu, se po s'morin kote. Po se shpërnoni fantastik. Po shia një ditë, Jo, këtë që sa po the, do i vemi piano nga mrapa të. Ajo dramatike. Po, ajo që do me thonë është që, shikoja tani që ishte një montazh që nxjerrin nga këto komentet që se tani u bë TikToku që sa njerëz që vetëm TikTok e dinë që ti ka filluar tani me komentu. Edhe shikoj për shkak që lutë Real Madridin me Barcelonën, po them edhe tifozët ishin gjithë vipa, jo futbollistët e fushës bëhet llaf. Se shikoj storyn, doli story aty i letarëve dhe wow. Tani shef Real me Barcelonën dhe për hir të vërtetës tani po bëjmë cop gjithë ta bëjmë Vinicius dhe Neymarin t'i bëjmë yje, po një 4-5 kokra. Vinicius, Neymari çoku dhe mund të bëhet yll, po kur vjen Neymari në plan të Vinicius në plan të parë, edhe të thot gol te kamera, nuk është se ti thua o zot sa e dua këtë njeriu, ti thu do të shikon gati se ke frysë mos po ta fut kish. Kështu që më ishim tutin atë kohë ngjatë Dani Alves. Super King. Do të them edhe kohrat kanë ndryshuar, nuk kam aq hyje sa s'ka pasur. Po e drejt. Po është shumë e vështirë me kriju hyje. Michael Jordan ishte ylli basketbollit dhe shumë vite, LeBron James më vonë, po vazhdojnë gjithë thonë Michael Jordan. Ajo është në Formula 1, çfarë s'kan bë? Schumacher. Po Schumacher ashtu që qyta me tuba i lidhë dhe kush është me piloti me mirë Schumacher. Pra për të kriju hyje është pak si shumë e vështirë. Edhe nuk është se krijohen se ke vendosur ti që do të thuash nga sot ylli është ky. Se nuk është se mjafton të veshësh bluzën 10 me numrin 10 të Real Madrid apo të Barcelonës, se ti të bësh si çfarë them Messi apo Ronaldo, nuk bëhesh dot. Edhe në këtë moment ne nuk kemi as Messi as Ronaldo. Po nuk kemi as Kaka, po nuk kemi as çfarë them se nuk di as Totti s'kemi, as Roberto Carlos nuk ekziston. Roberto Carlos, ti të themi gjë. Dani Alves, Roberto Carlos, Dani Alves, Cafu, Jordi Alba, këto lojtarë çfarë roli kanë? Romario. Mbrojtës krau.
Kanë mbrojtës krau, fundi futbollit është mbrojtës krau. Në futboll, thonë gjithë që mas ta ketë bënë skuadër, thonë ne bosë janë 10, na duhet edhe 11 për mbrojtës djathtë. Ja thon futbollistët. Dhe thonë dhe më këtu është mbrojtës djathtë. Mbrojtës djathtë ka qenë Dani Alves në burr. Ka qenë kafe. Kush ka qenë? Mbrojtës djathtë sa lart. Po tash thrasësh memorie sot ti. Ti nuk e njeh, po atëre ti njeh, jo vetëm kafun që në mbrojtës djathtë, po atë që se vonte kafun kur dilte kafun. Tani si njeh mo. Dhe nuk është se e ka fajin publiku, po ai pas pasion ka. Por s'janë më ju. Nuk ka. Mos ndoshta çfarë mendimi ke për këtë pjesën që anon më shumë nga biznesi sot futbollistët se sa nga shpirtërorë. Po më mend pak në kohën ku shifim në futboll shumë. Pak në kampionatin italian më mend një episod shumë interesant që ti do të dish patjetër. Nuk bëhet tani, por ka qenë gjithmonë ka ekzistuar. Ku dëgjoj kur ra atëherë Juve në kategori 2 më mend. Nuk ra. Si seri. Ra. E kapën, e udhën, nuk ra. Mirë. E kapën zyrtarisht dënimi që zyrtarisht vitin tjetër do ishte në seri B, po thënë. Edhe di një episod që e mori Fergusoni në telefon Del Piero dhe tha tash është momenti që të vish ta se çfarë do bësh ta varet trapin. Do ikësh kategori 2 aty gjithë ky superstar. Edhe I tha atëherë që unë tha, ai dhe disa tjerë, një 2-3 tjerë që thamë që ky është momenti që duhet të rri sa më afër ekipit. Sigurisht kjo është shpirtërore domethënë. Po kjo nuk është poshtë lekë. Nuk është Totti me Roma ka pas rast. Tani do të shkojë te Reali. Gjithë burrat e mburin veten pak si shumë, më shumë se meritojnë për këtë gjë. Se shoh. Sepse këta burrat si fillim kanë qenë ke Juventus. Nuk është se kanë qenë në ekip lagje. Edhe kategori 2 prapë Juventus do dilin direkt kategori sub. Kategori parë, po. Para dyta ai Del Piero është akoma drejtor i Juventus, në klub punon. Ka marrëdhënie. Ka pa perspektivë. Do thonë gjithashtu. Pastaj, ki personazhe që futbollistët janë se punë artistëve kanë shumë frikë. Janë si më thon, pse Ronaldo nga shumë njerëz nga që janë pjesa e familjes futbollit. Dy Ronaldo të konsiderohen si shumë të mëdhej. Sigurisht ai pari brazilian ishte unikal, po s'është fitoi shumë trofe, kurse portugezi është unikal, se portugezin e ka thut gjithë anë më burr. Ka thut Nazi. Ka gjithë anë më burr futboll, edhe ka pas sukses. Tani Messi s'ka guxuar në futboll vend tjetër. Tani Totti, Roma e ka pas më të mëdha se gjithë Roma. Reklamat që ka pas bërë në tregun italian ka qenë s'kishte pse ta prishë Reatin po sot ka komplekse pallatesh me vllajën e vet, fitojnë një thes me lekë, vazhdojnë të bëjnë biznes. Totti sot vazhdon të bëjë reklama, Del Piero vazhdon sot të bëjë reklama. Kjo sakrifica atyre, pastaj këta ishin të përkëdhelurit. Janë përkëdhelur të bukur, janë Totti është mbreti I Romës. Po shkon te Madrid, si sot që më kanë thonë më di, po do ishte një nga 22 se në atë kohë në Real Madrid ishte 19 yjet, Totti ishte 20. Po. S'do ishte askush. Edhe në atë lloj ekipi që ka pas Real atë. Ai jeton do Totti duhet që mos jenë askush dyshoj. Ai jep do Del Piero një si futbollisti duke qenë një nga 11 vetë të tjerë. Tani dhe ta mos na bëj, ka bëj sakrifica të mëdha. Ky ishte shumë këndvështrim interesant. Po më kjo të thonë ata që janë, do të kam dëgjuar profesionistë, nuk është shpik. Pas gros, po kanë qenë, kështu që kanë qenë parë të venit do pse televizin të shkojnë në vend tjetër. Po jo pas. Nuk është se kanë qenë tu kursy për punën e tyre. Normal. Ata kanë marrë të njëjtat rroga që kanë atë ku kanë. Dytë kanë marrë garancira nga familja Agnelli që është familje shumë e madhe. Ka pas kontrakt me Juventus, nuk mund të ikshin ndaj kollaj, do të pagonte edhe lek ai Manchesteri që thimer. Juventus donte gjithësisht. Po vazhdoj t'ju themi gjë që ardhe në sport, ti nuk krijon dot nëse ty nuk të krijohet një klim pozitiv rreth vetes tënde. Në vërtetë. Shaku tash ai zjarri që u shujt vetvetiu, për sa i përket komentimit, apo ndodhi u distraktove një moment, bë shumë vjet. Do të bëj gjë tjetër. Jo, bë shumë vjet më. Unë sa them pra që kur u kualifikum në Evropian, në Francë realisht ishte edhe kulmi personal I vetes time, që nga eliminatorët deri ke pjesa e ndeshjeve në Evropian, fryma e popullit, duke mos pasur të shumë yje Shqipëria, ke edhe fatin që edhe njerëzit të duan më shumë, të njohin më shumë se sa çdo të njeh një gazetar tjetër të një populli tjetër se si më thon që shumë shtete kanë dhe yjet e veta tani, nuk është se të njohin gjithë ato lojtarët e vet. Rast konkret për shembull është që kur me që se jemi në kohën e Instagramit, kur luajti Shqipëria me Zvicrën, një koleg, një çun nga që tani kemi muhabet gjithsej, kemi muhabet me gjithë pjesën e shqiptarëve, që pjesa e zonës italiane të Zvicrës.
punon në televizion në emision Champions League tani. Pjesa jugut Zvicrës. Po, bën emisione Champions League tani me shumë nga ato futbollistët shqiptar të Zvicrës, edhe boni interviste të dy mas neshës atje me Zvicrën, edhe fillon të bëj mohabet, edhe zum i minimum shoqënie, edhe bëjë si shumë kështu, edhe ta ma hap Instagramin tat. Më ndiqti mua të ndjek dhe unë dy. Edhe na telefonin e ndiqe veten. E mori thë. Wow. Po ti pse ka shumë njerëz që ndiqin? Po. Edhe unë, edhe ishin disa nga futbollistë kombëtarë të Shqipërisë dhe Zvicrës. Edhe i thash, po unë kam qenë vetar popi në fillim. Pra ne si gazetar sportit të ndjekin ka shumë edhe në Instagram. Ti t'ja shpjegoj unë aty që nga Beogradi deri në Tiranë, e kisha Instagramin kur du luta e ndeshja të lamshit, e kisha Instagramin të blokum. Ka qenë që është akoma tani, po se di më që është, që ti e bën privat, do të bënë një request, do të pranosh. edhe kështu na kishim mësuar stilin që ta bënë një request. Unë e hapa herë se thanë do ta hapin në njërin e mërtat dhe e hapëm. Edhe kisha 1600 veta. Edhe hypën avionin me 1600 veta, dhe gjithkohës të pranoj kështu. Akseve ju nis avioni varja dhe s'qevi shu pa panosh gjithë se kishte ajo gjithmonë rrite 999. Unë s'e kuptoja që ajo nuk kishte një numër tjetër. Nuk bën 1500. Ishte plus. Po ajo gjë ishte gjithmonë plus, nuk e dija këtë. Zbrezuat ndak ora 3 në 4 mëngjesit ku ishim në lokal atje. Kishte një nga ato çunat e punës time që kisha atëherë, edhe i them, ore ç'e bëj kështu? Unë bëj aksept prapë 999. Tha, ja ta mësoni stil ta. Ke problem të që të ndjekin më kush doje thëshën. Publike. 30.000 veta. Sa nëndë dhe S'di që kishin mbrapa murit 999, sa ishin. Edhe tha më do të duaj një muaj që ta bëj këtë gjë kështu. Hiqe këtë. Hoqja private ato automatikisht se normalisht kthehen, po. U bën automatikisht. A 29 ditë që po një gjë tjetër, po ku diun ja 25.000 bun me herë. Edhe po me herë mas asaj ndeshjes famshme të atij momentit, kështu që e na thoni detaj nga ai momenti se ka qenë keni që se ke thonë. Ke nesha Serbi, gjithmonë Serbi Shqipëri, ke nesha droni po flasim, a? Ndeshja Shqipëri-Serbi ka qenë një nga ndeshjet që ne Digital ishim sponsor të Digital ishte sponsor i Shqipërisë për atë eliminatore, që pastaj çon që u bë dhe këngë atë. Po që u bë dhe kënga. Kënga u bë mbas ndeshjes së Serbisë. Ajo që do të them është që ne ishim sponsor të kombëtares, dhe me atë tollovin shqiptare që du me shajt çdo gjë. Pse shkon bluzja Digital, pse shkon Shqipëria, thuaj ti valla, po edhe këta burrat gjithë shtetet të tutën që kanë që bëjnë stërvitje, vën një sponsor, pastaj vjen ku futen fushë me atë. Mashin men kur ka qenë në kodën e Veroçës që shkuishin tutët Albania, edhe ka lodhë dhe Maunja, më që ka lodhë dhe Maunja, kaloi një Albania thoshte. Si që ishte, po ishte kamion. Albania këtu nuk kalo, nuk ka veni. Hajde më kodë ka qenë që kaloi një Albania. Edhe që konsideruam atë periudhë, po siç është puna e drejtave televizive. Ne kishim drejtën televizive për të transmetuar Shqipërinë në Kosovë. Kombëtarët shqiptarë ke Digital në Kosovë, po nuk e kishim për Shqipëri. Kjo është një nga gjërat më të çuditshme. Edhe tani se ka shpikëm i gjërat e që e transmetoshim, pavarësisht se kishim s'kishim drejt, morëm një drejt shumë për ta transmetuar neshin, edhe një farë mënyre, edhe unë gjithë ishin komentatorët nga krau tjetër. Unë kam qenë komplet nga fiksa aty ke vendi ku dorën ata, ke dhomat e zhveshjes. Po gjithë gazetarët e radiove, e televizioneve ishin ndej. Ishin radio dhe gazetat. Po. S'kishte asgjë, edhe ishin gjithë tifozë. Po të kishin lënë aty ty. Edhe unë kishin lënë se kishin vënë aty ishin radio pra. Dhe unë do komentoja me mikrofonin e radios, jo si komentoja për televizion, por pasi komentoja me radio. Shku stadiumja 3 orë gjysmë përpara, para se shkosh në stadium, ne bënim një gjë me Debiazin, që na pasi raport shumë intensiv me Debiazin. Njerëz ziheshim, theheshim me një tjetër, ishim shumë ngushtë. Po qëllimi ne kishim gjithmonë njëjtë që të fitonte ekipi, edhe kontribonim edhe kur flisim me njëri tjetrin, mëse më thon, flisim sa, pajtoheshim sa duhet bëheshim atë punën të dy bashkë me njëri tjetrin, pastaj nuk folshim. Edhe pastaj ishim dakord kur isha puna për një ekip. Pastaj ishim për darkë bashkë, pastaj nuk folshim prapë. Po ishim shumë miq me njëri tjetrin. Përgjithësisht kam qenë miq me pjesën më të madhe të ta njerëve të Shqipërisë. Përveç Arianit që s'kishte lidhje me Shqipërinë, kisha edhe me Morrogën dhe me Damllakos me verë. Arihan ka qenë Arihan. Edhe çka Damllakos me verë. Po se pite që ditëve që rasin ca miqtë e mirë në Durrës gjithë, dhe pastaj kur i ka Shqipëria dhe s'kishte ujë. Çfarë do të bësh?
Boshatiste kanë kantinën Nuk e ke kërku. Boshatiste kantinën e gjithë dynjave. Ariani ishte shumë abuziv, edhe çfarë si ka. La gjurmë negative. Po ajo që doja me thonë është që ne me Debiazë kishim një nga gjërat që bashkëpunonin me njëri tjetrin. Ishte, në thonjza, ta themi një tjetër, ishte edhe ajo që kur vinin futbollistë anonim ishin të njohur, po jo për gjithë publikun. Merreshin dhe bonim speciale digital, bonim intervista, e tregonin familjen vetë që ta njihshin njerëzit nëse kush ishte ky futbollist, nuk e se njihshin. Gjimshitin ka ta njihnin njerëzit që kishin luajtur në Zvicër, në test Zyriu. Kosovë po aki po Tiranë, ku ditë njëri se çfarë Zyriu. E bonim intervista. Po jepni një dorë që të ngrihet në nivel. Po një gjë që bonim më shpesh bashkë që unë para çdo ndeshje të eliminatorëve, më përgatisja një video e cila përmblidhte, ishte video motivuese për futbollist. Debiazi, mbasi mbaronte analizën, i vinte të vitjen dhe pastaj shkonin për të fund fush. Po. Në stërvitje, ja tregonte një herë në analizën e paradites, pastaj ja tregonte në stadium duke ikë, në autobus duke ikë. Po çfarë themi, Po bëja unë gjithmonë video motivuese që i krijonin nga gjëra ndryshme. Një nga videot motivuese për shembull ishte kur Shqipëria luajti me Armenin, që ishte ndeshje shumë e rëndësishme, apo me Danimarkën se kujtoj tani, ishte, nuk e di a keni parë ju një film që është çdo të diel të mallkuar, Every fucking Sunday, nuk e di a keni parë me futboll amerikan, është ajo keni pasur një nga pjesët më të bukura të kinematografisë, ai momenti kur Al Pacino po bën atë monologun me ato futbollistët amerikanë. Për every inch, për çdo inch do keni që ti do të lëmosh shohun tënd. Edhe atë gjën me zërin të fuqishëm të atij burrit. Edhe me kryqëzimin e futbollistëve tan, që bënin spakate, që futeshin, që bënin, edhe me Debiazin, një kryqëzim sa edhe njerëzit ai një video më motivuese që në sport. Po, kur luajtëm në Beograd, ishim unë ke holli hotelit edhe brenda një sallë aty, ekipi ishte futur për analizën. Mbas asaj, bëshin një si zemër dhe bëshin gati me një stadium. Unë, ishte momenti fund të ikisha, më ikja për ndeshje shkoj 4-5 orë përpara. Edhe, video që kishim ishte që çka kishte ndodhur në 99-ën. Pra, 3 minutësh motivues, kështu që kalamoj që kalojnë nëpër hekra, një fëmijë, histori të dhimbshme, njerëz, luftë, viktimizim. Kur hap dera, është hapur e dera, edhe sa rroj kur, është hapur e dera kështu bam, ka dalë gjysma futbollistë, po kështu, si më thonë që gjosin para, me të fol kamarieri, më thonë me mua e ke ditë. Pa shumë karikum, shumë motivum. Një pjesë atë edhe më troj që më thonë e ke bërë shumë burr. E kupton, tu i ka blu gjaku gjithë burr. Janë bërë shumë agresiv njerëzit për këtë gjë. Po ashtu si shkoja në ndeshje, duhej ajo video. Jo, e ka qenë fiks për të ndeshje. Pra të ndeshje. Unë shkova 4 orë përpara, kisha 2 ditë që isha në Beograd, gjithë dynja thonë, çdo njeri që takoje, sidomos to kolegët tanë nga Prishtina, Kosova, thoshin gjithë, një fjali. Po çfarë do ndodhi atje? Çfarë do ndodhi? Po pra, fare. As nuk ja di kush. Nuk ka pas presion ekipi, domethënë. Si 0-0, vetëm presioni vetëm ishte kur zbritëm në aeroport, ishin ushtar, autostradë ishin bllokuar, çdo kryqëzim ishte me ushtar, me armë, ishin sa me furgona, na zbritën nga hoteli, a thuti mo këtu 5-6 makina për jashtë. Ata fakti vinin që çka kafshësh kishin, ne se dinim çka kafshësh kishin. Edhe shkum në stadium, 4 orë para erdhi njëri, erdhi tjetri, 20 veta, teknikët e televizionit super, miq, gjithë sot. Me i morë telefon, janë disponibël. Si ishim ne me ata kur erdhën këtu se ne kolegët jemi, çfarë do bëjmë tani? Normal. Se me gjithë dynjan. Po në fakt është që masi u bën një 4-5.000, fillon pak me kor, pastaj fillon me shpërthy, kur u mbush plot, se tek ishin gjithë brate kot. Si legjenda, ke parasysh, pastaj i do bësh shumë, edhe opu bën gangstera gjithë. Edhe ajo është era parë dhe fundit që unë realisht kam këndu hymnin pa fik mikrofonin. Unë kam shumë qejf ta këndoj hymnin në stadium edhe për faktin që të jep ty një motivim shumë të madh. Edhe për faktin se interesant. 90% e shqiptarëve hymnin në stadium e kanë mësuar, para sa kanë mësuar se nuk është e din gjithë. Po unë duhet këndu hymnin, më jep një karikim shumë të madh, edhe vetes se tani pavarësisht se duhet shumë sikur s'ka kuptim, po edhe ti që komenton ne do të karikohesh shik. Patjetër. Se do nuk është se jam kështu me baderi. Me gjëra çan nothe kur ti edhe tani bukur se kam postuar në Instagram tani është ai momenti kur unë këndoj hymnin. Edhe poshtë janë ca çita
Po s'marri që se unë isha më lartë, edhe të përshaj dhe boj kështu, edhe përpiqen të ulërisë sa më shumë që gjam mos mund të dëgjonte më unë, po kënoshë për qef tim, nuk është para që gjyqyes në gjojë se jam stonato komplet, jam katastrofë, po që e këndoja për qefin tim, edhe këndimi për qefin tim ishte që për të kariku vet. Pastaj unë kam qenë me vllajin atje, vllai më erdhi nga Londra, me gjithë shokët e vet nga Londra, kishim edhe kemi ato, ne kishim jo në paqe, po shkaku çuaj në paqe. Po padyshim që po. Edhe kur si apriste mendja që do ishte bam, ishte tamam si më thoni gjë që moment historike. Po për ne ishte gjë e çuditshme. Për ne ishte gjë e çuditshme. Ndërsa për ata jo, ata ishin gjithë gatshëm për këtë gjë. U shapani në ditën time shumë ushtar, kur, osyr. Ata ishin shumë 1, 2, 3, 4, 5 rreshta ushtarësh me rroba e shilet, fusin e frikës ishin me rroba e shilet. Janë dhe si dollap, kështu edhe kur edhe luftë. Edhe jo të jepim se ne policin në Shqipëri se kuptojmë kur tjetër me ngjyrë tjetër përveç se me blu. Se kuptojmë ne që një polic mund ka dhe Shqipëria tani polici me uniforma të tjera, po unë se di që ai që është me uniformë shile është polic. Pra e shile është ushtarake, është ushtarake në luftës. Po më duhet qenë çun oficeri unë që gjithë jetën kam pas rroba ushtarake në shtëpi, pus nga ato pantallona që i rregullon dhe marrin prapë shile. Edhe thonë të janë ushtarake. Edhe ajo ishte realisht një situatë shumë surreale. Unë kom pas Shqipëri çat dush se kom qenë gazetar në 97, kupton edhe. Po çfarë kemi pasur. Kam pasur flamurtarin që dilte nga Peqiri me Diagaç. Bekush birë që futë gjithë skuadra, kupton? Apo kam pa, pse s'kam pa më në këtë futboll, shumë gjëra, nuk është se kam pa, kemi nejtë në tani këtyre ngel dhe atri, se janë bërë gjithë kështu njerëz vëzhgues dhe mbrojtës të flakt të identitetit të tyre, po mos më ja përmend tani, po kam nejtë për stadiumin që kam nejtë 4 orë ke kolona to me gura edhe qenë që kom dalë mas 3 orë nga stadiumi. I kena provu të gjitha në këto vite në këtë vend, që nuk është se është kam transmetuar neshin Lushnjë nga jashtë stadiumit. Si më thënë, u futëm stadium me vonë kamerën, s'kishte vetë ishin zbot tribunat sipër njëri tjetrit. Me operator Arben Milo dolëm nga stadiumi. Ishte i fush futbollit mbrapa stadiumit, ka përcym atë fushën mbrapa stadiumit. Hym në shtëpinë kat 4 që po ndërtoi, ke taraca asaj dhe xhirum neshin nga ani. E kemi bën neshin Lushnjë Vllaznia. Nesha parë 3-0 në Shkodër, nesha dytë në Lushnjë, 5-0 për Lushnjë. Edhe po si ishte o zoti masifit. Edhe e kemi zgjuar se besoi një orë ku ishte ti që xhirove neshin. Ne kemi xhiruar stadiumin, se kishte menuar një që mund të ketë ishte një shtëpi atje nga larg. Po që pas një gjë në shtëpinë. Po ja po mund të thëshë dot, ka qenë është pasioni që me gjëmu deri në fund, më thonë s'bohet, ishte shumë kollaj më thon. Edhe ajo e Beogradit ka qenë shumë eksperiencë e fortë, shumë e fortë. Ka më shumë gjëra nga ajo ngjarje atje sa me ne të dy bashkë mund të rregoj shumë gjëra, Po kësaj radhe që ishte Shqipëria me Serbinë që luajtën atje ishte. U shkova deri në Beograd, isha me 4 shokët e mi do shkoshim me panesh në stadium. Edhe ku diu se ato serbët Geza aty në Beograd. Të themi që serbët shpesh, po edhe grekët jetojnë në një botë tjetër që ne, se ne kemi qenë kontemporanë, ne kemi dilit të periudhën. Ne shohim ca armiq, shohim ca budalliqe, vetëm atje unë ha shohi letër, shkoj me vulos ti pasaportën. Me 3 shokët e mi, 3 miqtë e mi s'kan lidhje fare me futbollin, janë biznesmen. Edhe kishim shkuar që do ikim, e kishim bler biletën me menin që nesër ishte në Beograd. Hajde shtyn atje MCF-ën atje ku ne çum në fshat atje. Edhe çon si ka. Edhe hajde po ikim, ne kemi bler biletën. Ikim. Shkojmë në aeroport, ishte cop letër atje, ishte emri im. Mori pasaportën. Si kishin lënë emrin në kontroll. Po, të kontrollohet ky. Çfarë kam Ishte emri skanonte. Ishte skanbonë në grada edhe dy. Emri Albanxhianit, emri i Alin Sadikut i gazetar nga Kosova, që s'kishte asnjë motiv sepse ku diun se një edhe një gocë që kishte qenë Big Brother, që kishte thënë do shkoj me shpatë, siç e thonë njëra, një CD. I ka qenë. Çfarë ka, ishte emri tim me pas emrin tim tamam. Morën mua dhe përveç se morën mua tani që ta më çifnin veten që pse morën mua, morën edhe një 4 veta nga televizioni. Çfarë një fara më të xhit. Morën dy goca që ishin të një gazetë Panorama dhe një kjo goca Sabina. Që ishte ke Big Brother. Është të dy çuna gazetar të gazetës Panorama e kishin vulos dhe po i prisin këto se mos ngatroheshin ditëzit. I pa prezantuar me këto jeni esin dhe ju. Hi hunger. Morën çantat. Po e mundet do të robis, këto të heqë çarapet një nga një.
Këlloj çdo gjë. Sa me ta caru? E i thash ore ç'a pret që të ketë tumrena, ç'a të ketë pistoletë, ç'a do të ketë. Me ta caru? Pastaj në matën 2 orë. Pastaj më thanë ore ti mund vish tu tha në stadium, një miku im, po koç të vish tu tani dha. Të vish tu mund të kesh probleme me stresin e ndeshjes që mos të riqe vëmendjen, thash vlla, nuk po vi. Atë po mirë po ri këtu në Beograd. Po i ka i fshatit ku ishte në qef ndeshje. Po edhe e pas ishte në Beograd ke një sigarum e një miku ton, ka një vend që pijen puro edhe që kena mik edhe e pas gjithë ndeshjen aty me këto miqtë e mi. As ata shkon me pa ndeshjen. Edhe përfundon të gjithë. Çe ke kënaqur shumë. Po, do ishte kënaq shumë me patje, me thonë. Se do doja shumë që t'isha afër ta përqafoja edhe Rejmanen se realisht kur shoh në një kështu në një nga këto që bëhen nëpër mure nëpër Tiranë, nga këto si quhen to, muralet. Vallai Rejmane do të më vozë. Rejmane mendoj që me atë golin që ka bënë mendon nëpër 5 nëpër Tiranë, nëpër çdo qytet ta ketë një hyrje këtu atë me të flamurin kështu atë golin që ka bë. Rejmane për mua e meriton, kështu që po ishte një edhe kur kthym prapë në raport. Por ta jetojnë në shekullin e 16, s'ka mundësi e burr. Serbët kanë çik me vazhdojnë të luftojnë me shpata, me luftra, budallë, janë popull që janë shumë fuqishëm ekonomikisht. Grekët e kanë akoma, vazhdon ta kenë akoma dhe grekët. Po budallë, ora një dhe aty një orë gjys, mi që shkojmë herët, që shtuam avionin. Ku po shkon? Shtëpi. Po ashtu do të thuash, po kthehemi në shtëpi. Pasaportin ikte kthej prap. Ku më shku? Where are you going? Home. Do të tregoj ku ta shuk si kemi shtëpinë? Do ta morë ti morë të shtëpisë? Do ta morë grunë telefon me vllai, kjo është problem as shtëpi. Çfarë si ka? Dhe një lloj si grekët, një person X ishte presidenti i skuadrës futbolli, inxhinier, studiu në Amerikë, në Gjermani. Pronari i kompanie me 1000 punëtorë. Dhe diskutimi jon mes nesh ishte ore boll me këto bullo të gjithë ata jeni me gjithë dynjan, ju jeni pa taks gjithë botën, pse Maqedonia vënë në Maqedoni? T'ia vënë si duan, t'ia vënë Selanik. Jo, po ja vun Maqedoni na marrin Selanikun. Ai do të jeni budallë. Marrin me heroit, me ato. Si të çojmë ata dhe më burr. Budalliqen, shumë cekë. Janë aq të cekë. Shumë cekë. Aq shumë sa ti vjen me qesh duhet tamam si koçot e vole që po bëni në një atë numër të vet. Po pas zonë po. Kur shoh të serbë, mund të thotë njërin çfarë rreziku do të sjellun ty bullolla, ç'a kërcënim mos sjellun me Albanxhianin, ç'të bëjmë ne dy, ç'a do të bëjmë ty ne. Janë me atë idenë që komentatorët ç'a do bëjmë burr? Po jo, javin nxitën turma. Javin zemër. Po turma në Tiranë, po nuk në Beograd, ç'a do të bëjmë ty? Po mirë. Je nxitës kundër tifozërisë drogës. Mirë që s'kan bënë grada thjesht. Marin Mema e hungri. Po budallikut mund të gjejmë gjithmonë një emër. Patjetër. Po s'është argument që ne gjejmë. Mendoj unë tash se historimi i Leje thotë që kur u bë lufta e dytë botërore, gjatë kohës i Lejes po hyte do të ashtu siç duhen në Moskë, kishte një komentator, edhe ndonse rusët nuk është se ishin aq mirë në momentin që të morën revanshe përpara se ta merreshin, ishte komentator thonin që ne po fitojmë, bëjmë kështu, jepte vetëm zemër popullit. Kupton edhe Hitleri tha të parë kur ty në mos parë që të ka do vardhë në brazat të komendatorit. Kështu që keni pasi rol që Bovakit e tjerë se ka thonë fare, por po bëjt edhe aq bukur do se e kanë nxjerrë. Tani për shembull, tani më doli ky muhabeti këtij çunit për shembull, meqense po flasim për rolin e komentatorit. Big Brother si çun Senaldo. Shumë simpatik. Fiton shumë bukur. Po, ka punuar. Vizës që parën po e dëgjosh, pas të vishën. Edhe tha bukur dhe ky le diori që ai ky e bën më mirë shako se shako. Në këtë kohë po nuk diskutohet fare që ai bën më mirë se shako vet. Po ja thash atyre, po ja them edhe juve që një shkak një verbër është bërë apo motiv në fillim për tu shpik rolin komentatorit, sepse rreth viteve 20 në BBC, anglez më që kanë shpik gjithë dëgjon edhe sportet, po edhe radio, edhe muzikën ato e kanë bërë, pastaj ka gjithë dynjaja, po në fund fare kanë shpik ato. Edhe dy gazetarë shkuan i thanë të shefit vet që si ta bëjmë shef se ne kemi një ide, ne duam që ndeshjet e futbollit, përveç se kur të mbarojnë të bëjmë kronikën, që themi që luti ky me atë, doli kaq, bëri gol ky, ne mendojmë që ta fillojmë narracionin ton, rrëfimin ton për ndeshjen, që në momentin që fillon ndeshja. Edhe ne duam 2 orë në radio që të tregojmë se çfarë po ndodh në stadium. Se thoshin do të ta komentojmë. Po. Ta çita tregoni. Po edhe dha ky topin, ja dha këtij çfarë po ndodh, ka kaq tifoza. Të japim sa më shumë informacione, edhe që mos presin njerëzit kur marrin loja që ta marrin vesh sa ka loja. Po
vetëm një budalla mund mendoj që pa e parë një gjë, ti mund t'i përcjellësh emocion njerëzve. Dhe ata bojnë mbi provë ata se ne kemi menuar dhe skemën e provës. Kemi një mikun ton të verbër, ti ki bashkë komision stadium, edhe shumë të dy, njëri majtës të djallës, ky i verbin mes. Edhe këta do i tregonin situatën. Ti shikoni gjithë pjesa e drejtorit skeptik, po dhe edhe kolegëve. Gjithmonë drejtori është vetë skeptik, ka dhe 3 legena që ke drejt drejtori. Në Gomardikun. Lëpirsat që kanë drejt që për justifiku Gomardikun e drejtorit, apo gabimin e drejtorit. Edhe ata e rrëfyen ndeshjen aty gjithkohë ndeshja sigurisht shkon në momente emocionale, bëhen gola në të koshënueshë shumë gola. Në moment ndeshja pati një përmbysje të çuditshme, si më thon nga 3-0, 3-3, 4-3, edhe pati një përmbysje shumë të madhe. Edhe ata rrëfyen me gjithë pasion, se pastaj të rrëmbente pasioni duke treguar ditë, pa rregulla loje, por në kuptimin që s'kishin rregulla gazetarie që mund të bëjnë fjalë, vetëm thuaj me fjalë më krudo, edhe në një moment ai filloi duke qajt. Dhe kur filloi duke qajtë ndërpritën i thaj drejtorit, nga ky moment do ta komentoni. Po. Sepse mbritën me qajt një verbër që është se ndjen atmosferën e stadionit. S'kupton çfarë ndodhi dhe këta e rrëfyen. E ky rrëfim që i bën ata, bëri që të kishim një komentator për radion atëherë dhe do bëj edhe gjithashtu, sigurisht mëse ata amerikanët e futën ke futbolli amerikan, pa ka ajo bejsbolli, po bejsbolli është si të tregosh se si bin bari se do të gjatë. Lojë ose kam marrë vesh kur. Jo, ti lutet ti nga ajo, po se mban mend. Ai lojë që lojë me singla, ne kemi luajtur me singla. E majmen. Kështu ata edhe ata në farë mënyrë me singla ose si ky, që quhet ky kriketi. Kriketi është saktësisht me singla. Pra do të them që një çuni verbër interesant. U argumentua edhe por më tepër që me sa shohun ky çuni është i vetmi që i plotësoi kushtet me fitu këtë Big Brother këtë djalë, kështu që me sa kuptoj, është këngëtar shumë, po nga që e shoh që ne jemi gjithmonë me këtë ndjenjë për të kontribuar për mirë për dikë që ndoshta është pak në vështirësi, por sa ti nuk është shumë se ziroj shumë nga i ka. E meriton. Duhet çuni mirë. Po është shumë çuni. Është këngëtar i mirë. Ka punuar edhe këngëtar se di se. Ka qenë ke Voice. Nuk e di këtë. Okej, unë di që ka qenë ke radio Deutsche Welle, sa vjet, punoi në Gjermani. Unë maj mend se ka qenë Voice, me sa maj mendon. Para shumë vitesh. Edhe çfarë ka? Uroj që ta fitojë këtë Big Brother. Shumë mirë. Dikush është më e bukur. Se ne po diskutonim më përpara, kam për ata që po na ndjekin, që ne kemi fol gjithë këtë kohë, shumicën e kohës kemi fol për futbollin dhe Shako na tha që kam 3 vjet që s'shoh futboll fare. Kam thënë shumë për futbollistë. Interior shumë interesante. Arsyeja si ka mundësi ti që ke lidhë gjithë jetën tënde me futbollin, sot që flasim këtë 3 vjet pa fare futboll. Po ma shoh futboll shumë sa duhet, nuk është. Jo, në aspektin analitik ndoshta intensiteti që kam pa në futboll, ka qenë aq i madh. Sa që te ngop, ë? Over te ngop. Po a them dhe herë, realisht nuk është më aq sa çka qenë. Nuk ka duhet të thonë unë që kohën që kam komentuar në shumë mirë. Ka ndryshuar edhe kohë. Po vërtetës, ka ndryshuar shumë futbolli. Mbi të gjitha rregullat e futbollit kanë ndryshuar shumë. Edhe unë komentova në Evropian dhe Kroacinë një fjalëtar. Spanjën dhe Italinë për vërtetës jo. Se Spanja ishte ndryshuar komplet skuadra, Italia ishte komplet skuadra, ishte ndryshuar. Nuk është se kishte pak futbollistë 4-5 mund njiheshin. Portierët dhe janë 3-4 tjerë, po tjerët nuk njiheshin. Tani Skamaka u kishin qenë për herë para kemi gjunë evropian. Nuk e di që ekzistonte. Ore, unë jam Barella, se ishte futbollisti unë realisht ishin gjunë herë më burr. Tani por unë jam shumë kurioz me që jemi këtu. Calafiori është njëri për shembull, nuk e di Luna akoma, akoma. Unë jam kurioz, domethënë gjithmonë kam pa kur komentojnë, po kur nuk jenë në stadium. Si ja bota dish se topi i shkoi filanit. E ke parasysh se nuk e shef, e ke larg. E kem shumë kurioz për këtë gjë. Domethënë e di se merr formacionin, mund të kesh formacionin dhe e di se ku lun. Është shumë e thjeshtë, nuk është shumë. Kam qenë shumë kurioz. Si fillim më e thjeshtë është me bën në studio. Po. Jo në stadium. Se stadium nuk e... Stadium të desh si pish të shohësh atë. Sidomos me qenë në Barcelonë për shembull, apo me një stadium Madrid, gigant, apo në një ato stadiumet Maracana për shembull, ku ta shohësh ti atë? Ti je kush futesh ka shënsor në Stade de France, në Paris. E se numër shtyp? 8. Dhe ka ti je 8 je ti. Ai tjetër është si tjetër, ne? Jo, njerëz me sagomat në mënyrë se lëvizin. Një gjë më e rëndësishme është që ti ke vendosur në taktike dhe ti e di shumë që ky që është mbrojtës i teatrit gjithmonë mbrojtës i teatrit. Po, atë prova them. Po ikim nga krahë majt, do ndodhen një gjë çuditshme. Edhe
që më thënë, shpostohet dhe gjithë loja. Dhe unë e shikoj me vëmendje këtë gjë. Unë e kam Së gaboni kur, domethënë përgjithësi. Edhe për që të theksoj një gjë më të saktën. Unë e di gjithë shpesh se kush e ka topin dhe ku është. Dhe kjo duket shumë e vështirë për ty se ti se bën si profesion. Po ta bësh ti mas një muaj do të thosh sa lehtë duket. Por mbi të gjitha, edhe nëse gatrojnë me vërtet e kupton ti? Edhe jo është drejt. Se po I gatrove llapet e këngës ti, kupton, ha? Që ja ti duhet këndoj këngën tande janë ato poshtë që këto fjalët siç I më mend përmend. Po çfarë po e gatrove ti po e the gabim çfarë do të thonë? Gavin, kohë e funit gavin, po. Po kush ka? Jo, po me ta regjistruar me sy. Pastaj edhe ai që e di. Po mi nga I që ta di njoni, më na kapi njoni, ti bola aty të shtëpis. E ngatëroj ishte ky. Ai shpitot më dhe marrti e di këtë për sa. Kishte mos Me të punë merret. Kur jam kurioz për një gjë tjetër, me që hyj kuriozitetet. Tash çfarë ndjesie ke ti ose një profesionist komentator kur neshja shko me shtesë, kalon 90 minutë. Është kjo pjesa, tash kush rrinë gjysmë ore tjetër me shans shko edhe me penalti apo përfshihesh aty dhe apo varet nga neshja? Pa nga neshja gjithmonë. Ka ca ndeshje. Ka ndjesi kështu të bezdisje që I jep për borx me I thon hajër mos bofshi se bëhet me shtesë dhe minuta para shtesës gol. Se boje do di. Çfarë do më? Ta kishe bëu një minutë më përpara nga ndeshje. Ka boje se më me kë ka lut Milani boni me shtesë, sa filloi shtesa bab gol kakaja. Po minutë parë. Po ti më shiu litar këtu te me menu me shku, nesër do isha mes. E për se qa dhe halët e edhe slatë. Ti thu, po kymë, po këtu ishe më se boni me qashrate. Dhe kur kot fare, hajtë ta bote në një ligum. Kot fare. Me këtë. Stoltiku, se me kë ka qenë se më emën. Po sa filloi, bam, sa filloi shtesa. Ti mallku, ti shajt. Po, luajte 29 minuta tani. Pikërisht pra. Se s'është marrë golden gol. Po, tamam. Ti ishte golden gol. Ishe shtesë. Ishte rregullore, këtu nga këto rregullat e futbollit një nga më të mëshme. E pastaj edhe silver gol, pastaj që sa jes mbi sa jes. Sa jes mbi sa jes. Sa gjëra janë të shëmtuara që janë shtuar në futboll, sa gjëra janë normalisht. Ajo ka qenë shumë katastrofë. Dhe prandaj nuk rezistoi. Po kjo pëlqej kjo formula e Champions League që është bosi lig. Kjo është për të qitë sa më shumë lejmë, pastaj tani është all about money, all about business. Në kuptimin që ata burrët e shtrinë në 3 ditë që të ti morin legët, që ti që je tifoz e Barcelonës, të shohësh edhe Atletico në Madridit. Të shohësh edhe Po. Shako shumë faleminderit që ishe. Doja të pyesim çik për sipërmarrjen e re, unë kur kam pak ke Blendi Fevziu faktikisht. Dhe pash po flisin për real estate dhe pash ty dhe u çudita. Se ne nuk e dinim, dhe shumë njerëz nuk e dinë që ti I ke hyrë kësaj rroge të re tani. Jo, unë po kam bërë gjithmonë biznes me thonë drejtën paralel sepse media nuk është të prodhon aq. Mos është kjo arsye, një nga arsyet që ke lënë? Po një nga motivet është kjo sepse nuk prodhon dot aq ekonomi sa kesh kërkesa më të larta për familjen tënde. Edhe djali më i madh Frankli u përfshi në fillim tek ky lloj biznesi. Në fillim tek u përfshim në një nga këto brandet, pastaj filloi të pëlqente, është realisht shumë gjë e bukur edhe vllai im që jeton në Londër më shtyu më shumë që krijoj një brandin tënd, edhe u bën një 4 vjet që ne krijojmë një brandin ton, por të krijoj një brand me emrin tënd, edhe kemi disa zyra, po në fillim për ta krijuar duhet që të gjeshim një emër. Edhe emrin që zgjodhëm një emër që nuk është shumë normal për shqiptarët, po është I përjetshëm familjar për mua, sepse quhet Mikado, biznesi jon I real estate quhet Mikado. Mikado quhet për shkak se baba im quhet Mikado, është 83 vjeç sot edhe 83 vjet përpara kur ka lindur. Shumë e veçantë. Është një emër japonez. Mikado. Është një emër japonez edhe ja ka vendosur gjyshim në interesant. Fshatin në majtë marit mes Vranishtit, të Vlorës dhe Vunojt të Bregut, me miqtë e tij lexoni një libër që ishte I fundit Mikado. Dhe për këtë libër I pëlqeu shumë, emocionoi shumë. Në të vërtetë u bë general ushtrie, edhe siç ishte ai Mikado. Ku është disa krenar të babi që keni vënë emrin e babit biznes. Po, është po. Babi ka qenë gjithmonë më I madh se emri I biznesit, ose ka qenë shumë I famshëm në kohën e vet, në atë po krijom të biznesin Mikado edhe kemi hap disa zyra, kam zyra në Lalës, në Vlorë, në Palas, në Tiranë, kam 2 zyra në Tiranë tani, edhe një miku im Fred Peza, që ju e njihni si gazetar, ka bodha ai një nga ato zyrat me emrin Mikado, pa edhe zyrën Prishtinë. Është biznesi I momentit, ky është momenti I Shqipërisë, realisht vështirësi do kthehet prapë.
me këto çmime të lira, pavarësisht se ka 100 sharlatanë nëpër Tiranë që thonë do ulet çmimet sot, do ulet çmimet nesër, edhe nuk do ulet asnjëherë. Kjo është muhabet kot. Çmimet do rriten gjithmonë se Shqipëria i ka, sidomos për pjesën e Bregdetit, i ka ende të ulta çmimet. Mbi të gjitha projektet që po ndërtohen tani si në Tiranë apo edhe në Bregdet, janë me kualitet shumë të lartë, po nuk e di apo e vjen re gjithmonë arkitekt huaj, gjithmonë cilësi shumë më lartë dhe normal që do kushtojë edhe më shtrenjtë. Vetëm arkitekti kushti sa kushton për metër katror për ndërtim, kështu që janë projekte shumë të bukura, kemi një Bregdet fantastik dhe kemi një klient etnik që janë shqiptarë që janë kudo, që realisht nuk e blej një shtëpi në Utah apo në Norwich apo në Manchester apo në Bari, po unë mendoj që investimi që kanë bërë në Shqipëri në këto vite, dhe ata që bëjnë sot, është investim më i mirë për ta dhe për familjet e tyre, jo vetëm për faktin që kanë blerë Shqipërinë atë dhe unë vetëm do ta shijojmë plazhin. Po është i vetmi vend ku paratë që kanë investuar do t'i shërmohen më shumë. Sepse të gjithë ata njerëz që kanë blerë shtëpia në Bregdet sidomos, me zyrën time mikave, me të gjitha gjendet e zyrës time, kanë gjithë sa i takon një fjali. Asi nuk bleva dy. Do të thotë që çmimi po rritet aq shumë, dhe do rritet më shumë, sa që realisht është investim i mirë për ta. Është investim shumë i mirë. Pastaj me shije politike unë shoh shpesh politikan, gazetar që njerëz që shajnë çdo gjë po t'jemi ta në pushtet, do thonë që është gjë e mirë me blerë, po mos jenë ta. Unë kam jetuar që në fillim ishin tonë pushtet të djathët, odhën hapin e parë me të ndu stadiumi, uçin tot marrë thoshin kur s'ka për të bërë stadiumi. Dhe erdhin këto, u bë stadiumi bërtisin të tjerë, bërtisin Rutbashë, s'ka për të bërë stadiumi. Do të them që po ne jemi popullin mes, edhe na ka falë Zoti që jetojmë në këtë vend kaq të bukur. Tamam. Edhe çka se si ka emrin ai që është ministri, se do ta harrojmë emrin e ministrit. Asnjë nga ju nuk e di se si ka pas emrin ministri ku keni shtëpi ku ka pas prindët e juaj. Unë shumë se si njëha sot. Bullallëk për si janë bota tani. Si janë bota tani janë vetëm me kontrollu telefonin e Dumanit me i pas se kush janë lista ministrave. Vetëm ai e ka. Po do të them që njerëzit do të bëjnë investime tani u hap dhe Shqipëria. Çuna nuk është më turp me thonë që jam nga Shqipëria. Bolla e fjalia që jam nga Italia, jam me fjalinë e Kadarës si thoshte thuaj që jam holandez se skupton njëri holandisht dhe smendesh çfarë po thu. Tani realisht mund të jesh krenar me thon për shumë gjona. Mas ne këto punët e politikës janë punë të veta, po ne ruajmë rinin ton, ruajmë atë veten ton se para sa ditës bën edhe gjë që bën ndryshimin e asaj gjakut, kështu që. Çishka? Bëra një plasma exchange. Si Mick Jagger? Hajde. E bona atë si Mick Jagger, po plasma exchange. E bona këtu në Tiranë që njëri një. Se bëjnë në Tiranë? Kanë filluar me bën Tiranë tani edhe shumë. Sa lek? Jo sa lek ta bëni ty. Sa lek është kështu? Ajo shumë e mirë. Shifrën lekëve, po ditë them që bëhet pak në gjysmë për gjysmë 60% më pak se jashtë. Ishte shumë e mirë kjo Jennifer Lopez e bashkë. Që jam ose 3. A ti po të pimë të shyse? Se po të ndonë gjaku pas 5 vjet. Plasma exchange është më vërtet shumë dyshuese. Po çan? Po ai gjithë toksinat të burr. Po ndjen ndryshim fizikisht apo është vetëm në analizë që ke ndryshim? Ndryshim fizikisht do. Ashtu, ha? Po, sigurisht. More do na thush pastaj që mos bëjmë reklam. Nga këtu. Ta futsim me makinë. Centrifugohet. Ta futsim për këtu, po me vitamina. Ti thjesht rri, nuk është. Domethënë, jo. Sa orë zgjati? 3 orë. Ba, dikush me bukur të them. 7 litra, 7.5 litra, sa mund të kesh pas. Dikush me bukur. Me që se jemi në kuadrin e batutave për racën tonë të çuditshme, edhe njëri tha batutën më të bukur nga të gjithë. I shohim. Vllajta, po ikën dritë që më jep gjaku. E vërë, pas nga qënë. I thash, bosi nuk ta merr njëri gjakun të gjithë bosi. I thash, ka një linja ke koha e Meroxhit pite gjakun kapitalizmi. Po, shparim pak e përpunojnë ta fusin prapë, nuk dem pa gjak. Ai shkëti s'ka nevojë, i ikën herë drita, ti morë ato pacientët të shtyjë me karroca. Kjo gjë që po them unë, është na tregoj çka këto, se jena kurioz. Jo, është shumë interesant. Se kanë dëgjuar këto Mick Jagger, ata Keith Richards. Zvizër Berlusconi është shok. Këtë tash. Zvizër bëhen zakonisht. Richards është sa bëhen tani. Unë kisha pak me ky Michael Jordan dhe Jennifer Lopez. Po, këtu do bëjnë. Sa bashkë me thon drejtën. Sa i pëlqen. Që herë bu. Jo, e bë 2 vit. Ose 2 herë në vit, nuk e di sa bën po. Ishte shumë e bukur se batuta më e bukur është që këta janë personazhe që e kanë bërë gjithë gjonat edhe ti thu si ka mundësi më valla. Kimi Jagger i gjej çfarë s'ka bë. Heroina. Po bëni 100 gjona për se tani trupi madh për se zbohet rastisht normal. Po shef ti në një nga këto që shef të këngëtarët, që shef nga bota dhe thu ky dru gjithë tani që po. Ai
me 700 doktora me vetëm që më ai pika i shishe whisky në ditë pa boz edhe pastaj edhe fito 5 milionë euro me koncert. Si fito të ditë duke u dhe për ditë. Po pse? Ne më dhan butallë tani. Kanë ndryshuar gjonat, kanë ndryshuar kohët. Shumica rockerëve tani nuk pinë më as alkool as cigara, si gjë domethënë. Kanë ndryshuar kohë fare, po normal. Po si bëjnë? A bëjnë sikur pinë mall, sikur bëjnë kështu, a bëjnë gjithçka. Thotë, kanë aparencën. Kanë ngele aparencën. Histori shumë bukur me një këngëtar shqiptar me grup misie. Këndojemi lokal tu ke blogën Tiranë. Qevi mos e kësh shumë këndajemi, bum, bam, qevi mos më muzika. Edhe marrë kënga tjetër dhe ikim ke i lokal. Edhe ja 4-5 vete që ishin me mu ishin të bindur më burë. Që dhe i cigarë ishë. Dhe unë spina i tha këtë. Mëna e me një ato po nuk vinë vërtet, vjetë dur me thonë që pisën, si jam në kopër, se si jam me marë. S'pime vërtet dhe se kom malë me fitu lekë dhe se kom koncert dhe nesër. Po më mi tha se gjithë dhe i thashe vëlla, se ti e përshtypje në këtyre, që ti e ekstravagant dhe me modë në botë. Ndërko, ti... I pasër, por e ta në fare. Po se është... A du në popullit të gjënë që ti e gjithë që është biznes. Dhe që e bëjt all about money. Tu darim prap. Po të shumë fare. Ajo është. Po sigurisht ai përderisa që buk në tavolinë, biznes është, ti me atë jeton, kështu që jeton familje. Si kështisti Amerikanë që shpiko dhe me gjakën. Tani si po në gjonat të çfarë po ky mëdha 300 kilometra ditë në përmarrje, i pari du shkëput, çfarë po ky buri. Si kishemën ai tiknisi Amerikan. Edhe Armstrong. Zbulu më zemë, Armstrong që fitu 10 trofe me ile. Louis Armstrong. Armstrong, që botë të Armstrong? Louis është vërshë i trompisën. Armstrong është të kjo. Louis a trompisi. Armstrong, që botë? Lance Armstrong, që botë? Tani, i ishin gjak, e mërshin e futë si frigorifer, dhe gjakun e vetë, ditën që fitu të gara ciklisin, ja pomponin në trup. Edhe ti me gjak më shumë, po a ishin të gjakun, që doping s'ka. Tamam. U gjetë vetëm se gjërmuan, se s'kishte mundësi, s'ishe njerëzore, por që po ti më dha ti? Ja shtojshin gjakut që kishin trup, e shtojshin atë që kishin rujt. Po, se tani futbolistët pinë 100 gjëra, po jo i lashet në lume, po pinë 100 gjëra, por nuk hajnë ushqim. Po s'marë ndryshe trupi, por nuk reziston kështu me frym. Kështu që edhe ti t'i gjonë pësaj? Ja, është normale. Që ky burit matë me kështu që matë, si që të bëjnë nga i qëvo. Shaku je gjigant. Shumë faleminderit. Ishte i muhabet shumë i këndshëm. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë. Nuk ngjashëm shumë. E do vish prap. Sezonin tjetër. Po. Ai që sa do vite prap. Tu dash zoti. Kur erdha këtu thash që nuk ka polici që më gjen. Tu kanë shif me sy e plas me zemër, se shef pallatin nga autostrada, po me ardhmë në rrugën do janë gjysore. Mirë që ka shtruar rrugën, se ka që skandal po. Okej. Po çevi dhe ishte me pas që ishit se tani sigurisht që do jeni vend parë, kudo që të shkojë të thënë që për të rastin një më të mirë. Kështu që nuk një okazion që e pranon vendin e dytë. Kështu që shkoj të marr vendin parë. Shumë faleminderit që erdhi. Pasën për koncerte. Rosh, Shako. Faleminderit shumë. Njerëz bukur, shihemi episodin e radhës. Bye bye. Qofshi mirë.